Shikues të televizionit Skan, jemi në Election Room, ku do diskutojmë programet e partive politike gjatë periudhës së fushatës elektorale. Ditën e sotme kemi zgjedhur bujqësi një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë, do të analizojmë premtimet e partive politike. Çfarë dua të evidentoj është fakti që është mbase një nga fushat ku ka më shumë angazhime nga subjektet politike. Dhe do të ndjekim tashmë se çfarë ofrojnë partitë politike për sa i përket kësaj fushë, bujqësisë, pra kryesisht kush janë taksat, lehtësirat që ata premtojnë, por mbi gjithasë do të përshtasin zhvillimin e këtij sektori që zë një peshë të rëndësishme në ekonominë e Shqipërisë. Ndalemi pak në premtimet që janë nga Partia Socialiste. Është interesant fakti që Partia Socialiste ka marrë angazhim në programin e saj të ketë 1000 hektar sera, që është propozim i parë. Premtimi më i guximshëm mbase dhe objektivi më i lartë është ai i eksporteve bujqësorit për të rritur në 1 miliard euro, në kupton një rritje thuajse me 3 herë të eksporteve. Parashikon trefishim të njësive agroturistike nga 260 në 1000, është një angazhim tjetër që ka bërë Partia Socialiste. Gjithashtu parashikon ndërtimin e 4 markatave të peshkut në Vlorë, Durrës, Shkodër dhe Sarandë, dhe ndërkohë 5 qendra moderne për ruajtje dhe përpunimin e produkteve bujqësore. Gjithashtu një premtim tjetër i Partisë Socialiste. Kemi edhe një premtim për teknologji inteligjente dhe për monitorimin e fermave. Pra këto janë disa prej angazhimeve kryesore, mos harrojmë faktin që nuk janë vetëm këto premtime, janë një sër premtimesh të tjera të sektorëve të tjerë që ndikojnë gjithashtu në bujqësi që parashikon pra në programin e Partisë Socialiste. Por ditën e sotme do të ndalemi vetëm tek angazhimet që partitë kanë për bujqësinë. Pra duke i lënë në ditën vijim për diskutuar dhe masat e tjera që kanë impakt indirekt në bujqësi. Kalojmë tek subjekti tjetër politik që është Partia Demokratike, që gjithashtu ka vendosur fermerin në qendër të programit të saj. Pra së bashku me uljen e taksave për bizneset, bujqësia konsiderohet një nga sektorët më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, ndaj këtij është dhënë më shumë rëndësi. Çfarë parashikon programi është në fakt rritje me 50 deri në 100% të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Është ky angazhimi i shprehur nga Partia Demokratike në programin e saj. Subvencione për njësi prodhimi, kokë, bakti dhe fidan është propozim tjetër. Buxheti i subvencioneve parashikohet të rritet nga 5.8 milion euro në 217 milion euro. Ky është një angazhim tjetër pra për të shpërndarë para direkt në bujqësi dhe për të mbështetur këtë sektor. Parashikohet gjithashtu një ndryshim tjetër që të mos ketë më niptin e fermerit, por karta identitetit e secilit që merret me produkte bujqësore apo blegtorale, të shërbej pra kartë identitetit si nip fermeri, pra pa pasur nevojë për procedura sikurse është aktualisht. Parashikohet gjithashtu barazimi të VSH-s në shitje dhe blerje për produktet bujqësore, subvencionimi i naftës, por gjithashtu dhe interesi të kredive në rastet deri në 80%. Paktën ky është angazhimi i shprehur në programin e Partisë Demokratike. Parashikohet trefishimi sipërfaqes me sheg, lajthi dhe arrort. Mos harrojmë faktin që në mandatet e vitit 2005-2013 që kishte Partia Demokratike, programi i lajthive dhe arrorëve dhe shegëve ka qenë një nga programet, po themi, që është promovuar që në atë periudhë dhe rikthehet në këtë program të Partisë Demokratike për bujqësinë. Parashikohet gjithashtu subvencionimi i sigurimeve bujqësore deri në masën 75%. Mos harrojmë që Shqipëria është një nga vendet që preket më shumë nga ndryshimet klimatike, ndaj dhe subjektet politike, sigurisht do shohim edhe më pas, i kanë dhënë një rëndësi të veçantë të vendosjes së formulave të ndryshme të sigurimit bujqësor, pra duke qenë se bujqësia është një nga sektorët më të rrezikuar nga ndryshimet klimatike. Për sa i përket ujitjes dhe kullimit, parashikon dhënia e 70 milion euro në vit nga Partia Demokratike. Një element interesant është kredia 30.000 euro pa interes për çdo fermer të rinj, që është një suport direkt që edhe financimi është një nga pikat më dobta të sektorit bujqësor, ndaj dhe Partia Demokratike dhe shumë subjekte tjera politike që angaruese në këtë zgjedhje i kanë dhënë gjithashtu një rëndësi të veçantë financimit në bujqësi, sepse është një sektor i nënfinancuar, pra nga gjithë ky element. Parashikohet kompensim për stoqen treg dhe mbi gjitha një objektiv interesant është mbjellja 20 milion rrajmëve ullinj. Dhe ndërkohë në fund ka një parim të shprehur nga Partia Demokratike që prodhimet Made in Albania do të kenë përparësi gjatë gjithë kohës, pra themi nëse Partia Demokratike do të vinë në pushtet. Kalojmë tek subjekti tjetër politik që gjithashtu ka një listë me premtime për sa i përket sektorit bujqësor, është Lëvizja Bashkë, që parashikon legalizim tokash sipas trashëgimisë, certifikata për tokat e paformalizuara, zero tatim dhe mbështetje për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor janë në fakt kooperativat dhe është zgjedhur ky term që zakonisht për të eliminuar, po themi, ato lidhet me të shkuarën, është zgjedhur ky term për të thënë pra çfarë janë kooperativat që nxiten, pra kooperimi mes fermerëve, për shkak se Shqipëria ka një parcelizim të skajshëm të tokës bujqësore. Dhe kjo është një mënyrë që subjektet politike në një farë mënyrë nxisin përmes programeve të tyre, tentojnë të nxisin bashkëpunimin e tyre që të kemi një maksimizim të fitimit në bujqësi. Ndërkohë parashikohet bursa bujqësore dhe çmimi dyshemej për produktet, buxheti i bujqësisë parashikohet rritet nga 2% në 5% për 4 vite. Parashikohet në programin e Lëvizjes Bashkë 70 deri në 80% të buxhetit të jetë subvencione direkte për fermerët. Pra një lloj shpërndarje, mos ketë të themi një shpërndarje direkte tek fermerët, pra për të mbështetur për të rritur prodhimin.
Parashikohet sigurime kombëtare për prodhimin, sikur se thash edhe Lëvizja Bashkë ka si element sigurimin në fushën e bujqësisë. Parashikohen fabrika agropërpunimi në zonat prodhuese, parashikohen pra në rast se do të vinë pushtet subvencione për makineri dhe parqe mekanike dhe fokus do të jetë prodhimi, pra tek prodhimi jo tek sipërfaqe. Këto janë angazhimet që ka në programin elektoral Lëvizja Bashkë, që gjithashtu një subjekt garues në këtë zgjedhje. Kalojmë tek premtimi tek programi tjetër, është ai Shqipëria bëhet, që është pak më i detajuar, me shifra konkrete, me projekte të reja dhe me shumë element tjerë. Parashikohet krijimi i bankës kombëtare agrare 100% shtetërore që do të financojë bujqësinë. Ky është një element, po themi, që diferencohet nga subjektet e tjera politike. Asnjë nga subjektet nuk ka parashikuar krijimin e bankës agrare. Shqipëria ka pasur në të shkuarën bankë agrare, ka pasur edhe pas viteve 90, por që nuk ka funksionuar. Gjithsesi, Shqipëria bëhet ka arritur që të ketë një farë mënyre sërish tenton ta rikthejë, themi, bankën agrare. Parashikohet që kjo bankë t'jap kredi deri në 100.000 euro me interes të ulët për fermerët, një farë mënyre për të ndihmuar kreditimin në bujqësi, kurse e thash është i nën kredituar, nën financuar nga bankat, sepse nuk është akoma atraktiv si sektor dhe ka rrezikshmëri të lartë. Ndërkohë, nga krau tjetër janë 100 milion euro investime në vit për sektorin rural, parashikohet subvencionimi për çdo kilogram prodhimi me faturë. Pra, ndryshe nga subjektet e tjera politike që jepet, po themi, subvencionimi përmes sipërfaqes, po Shqipëria bëhet ka zgjedhur këtë mënyrë, pra duke subvencionuar për mbi bazën e peshës. Parashikohen pagesë automatike nga thasarja në llogari për fermerët, pra në mënyrë direkte, parashikohet dëmshpërblim për fatkeqësitë natyrore në bazë kostos, që gjithashtu është pra si element që vjen si rrjedhore ndryshimeve klimatike me të cilat përballet bujqësia shqiptare. Parashikohet gjithashtu grante deri në 1 milion euro për investime në sektorin bujqësor, të cilat arrin vlerën mbi 3 milion euro. Pra 1 milion do të jenë grante. Ndërkohë parashikon 30 milion euro grante në vit për agropërpunim, pra për të nxitur, themi, jo vetëm eksportet të produkteve bujqësore dhe blegtorale, por edhe përpunimin e tyre. Parashikon lehtësi fiskale 10 vjeçare për bujqësinë dhe sigurimin bujqësor dhe rreziqeve natyrore, pra që është pikë që gjithashtu edhe Shqipëria bëhet e ka në programin e saj, që ka do të thotë që duhet sikur gjitha subjektet politike shkojnë tek disa pikat përbashkëta që do të diskutojmë pastaj. Për të kaluar më pas tek PSD-ja, që ka gjithashtu një program për bujqësinë, ka dhënë një zë të rëndësishëm ky subjekt politik garues në zgjedhje, parashikon investime në mekanizim dhe infrastrukturë vaditje, çmim dysheme për qumshtin dhe mishin, mbështetje për racat lokale dhe ullishet tradicionale. Ky është një nga pikat që diferencohet nga subjektet e tjera politike, pra mbështetja racave lokale dhe ullishet tradicionale shqiptare. Gjithashtu një pikë tjetër që diferencohet nga subjektet e tjera që nuk përmenden në program është pyllëzimi dhe ripullëzimi i vendit. Ndërkohë vazhdohet me grante për turizëm rural, agroturizëm dhe startupe, parashikohet gjithashtu mbështetje për infrastrukturë publike rurale, ka angazhimin për 50 qendra të reja grumbullimi dhe modernizimi, plus dhe 30 ekzistueseve që janë, subvencione deri në 50% për qendra grumbullimi nga fermerët, një rrjet digital për çmimet dhe logjistikën e grumbullimit, 4 fishim grandesh për fermerët të rinj, rritje kompensimit të TVSH-s nga 6% e 8% dhe rritja kthimit për fermerët nga 210 milion euro në 280 milion euro. Partia Social-Demokrate ka bërë një lloj faturimi, një lloj kostimi të programit për bujqësinë dhe sipas saj kostave totale e gjithë këtyre masave do të arrinin në 360 milion euro. Kjo është, po themi, analiza që ka bërë Partia Social-Demokrate. Ndërkohë, një element interesant është se cilat janë dallimet e subjekteve politike për sa i përket modelit subvencionimit. Atëherë Partia Socialiste ka fokus eksportet, agroturizmin dhe qendrat e përpunimit, ndërsa Partia Demokratike subvencionin për çdo njësi prodhimi plus skemat për shegët, arra dhe sigurisht edhe për fusha tjera. Lëvizja Bashkë parashikon subvencione vetëm për prodhimin real të deklaruar dhe me fokusin e ka tek shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Një element tjetër që diferencon Shqipëria bëhet është subvencioni për çdo kilogram produkt, pra është elementi i ndryshimit të skemës së financimit apo mbështetjes sigurisht me faturë dhe me sistem automatik pagese, pra për sa i përket mbështetjes fermerëve. Për Partinë Social-Demokrate parashikohet subvencionet kombinuara me qasje sociale dhe territoriale për zonat rurale. Këto janë ato diferencimet e subjekteve politike, sikur se ju shikoni, pra sepse ka shumë ngjashmëri mes tyre. Ndërkohë një element tjetër që duhet të evidentojmë është që çfarë llojesh instrumentesh parashikojnë subjektet politike për të mbështetur, pra subvencionet direkte janë të gjitha subjektet politike në programet e tyre që e kanë elementin e subvencionit direkt për fermerët. Kjo është pika që i bashkon gjithë, sikur se e thash. Për grantet, pra për të mbështetur fermerët me grante, është Partia Socialiste, Partia Social-Demokrate, Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria bëhet. Për të mbështetur fermerët me kredi me interes të ulët ose dhe pa interes, është Partia Demokratike dhe Shqipëria bëhet që e kanë në programin e tyre këtë lloj mase. Ndërkohë për sigurimin bujqësor është Partia Demokratike, Lëvizja Bashkë, Shqipëria bëhet.
Mos harrojmë faktin që Partia Socialiste edhe pse nuk e ka sankcionuar në programin e saj, ka një program ekzistues për të zgjeruar në Shqipëri sipas një bashkëpunimi me Turqinë që është skema Tarsim, e cila është njoftuar që do të aplikohet në Shqipëri. Ndërkohë parashikohet mbështetje fiskale të VSH-Tatime dhe NIP nga Partia Demokratike, Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria B, dhe për infrastrukturën publike rurale është Partia Social-Demokrate për këtë anë të llojit të instrumenteve që kanë subjekte politike. Këto ishin prezantimet e subjekteve politike, sigurisht do të kemi diskutime më pas me ekspertë për të analizuar programet, por të ndalemi pak te një aktivitet ditor i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mos harrojmë që ka një sër votuesi që do votojnë për herë të parë në Shqipëri dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur një fushatë tek ato maturantë që kanë plotësuar moshën për të votuar. Ju ftoj të ndiqni materialin për të rikthyer për bisedën studio. 20.000 maturant votojnë për herë të parë në zgjedhjet e 11 majit. Këtë të njëjtë ka nisur programi i edukimit të votuesve për herë të parë në kuadër të nënshkrimit të memorandumit tripalësh të bashkëpunimit mes KQZ-s, Agjencisë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar dhe Akademisë së Studimeve Politike për këtë fushatë edukimi. Programi organizohet si pjesë e projektit të Këshillit të Evropës Fuqizimi i Integritetit të Zgjedhjeve në Shqipëri me mbështetjen financiare të Republikës Federale të Gjermanisë. Përmes aktiviteteve intensive, synohet që së bashku të kalohet informacion zgjedhor tek votuesit. Memorandumi i mirëkuptimit synon zbatimin efektiv të një sër aktivitetesh për rritjen e edukimit zgjedhor tek nxënësit në sistemin shkollor, integrimin e edukimit zgjedhor në kurrikulat parauniversitare si pjesë e programit zyrtar të edukimit qytetar dhe promovimin e angazhimit dhe pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimarrëse të vendit. Ndërkohë, KQZ po vijon edhe informimi në lidhje me gjithçka që duhet të dinë për të garantuar plotësimin e saktë dhe dërgesës së fletës së votimit për diasporën. Dorëzimi i zarfit do të bëhet individualisht për çdo zgjedhës. Brenda zarfit të ardhur nga KQZ, ju do të gjeni zarfin e postës për kthimin e fletës, udhëzuesin, një listë me numrat e telefonit të DHL në shtete të ndryshëm, zarfin B. Lexoni me kujdes udhëzuesin për procedurën e votimit dërguar nga KQZ. Merr zarfin B dhe nxirr prej tij zarfin A. Hapni me kujdes zarfin A dhe nxirrni fletën e votimit. Ju mund të votoni, pra të plotësoni fletën e votimit në një nga mënyrat më poshtë. Vetëm për një parti ose koalicion, ose vetëm për një kandidat. Kujdes, nuk mund të votohet për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Pasi keni plotësuar fletën e votimit në një nga mënyrat më sipër, ripaloseni atë. Futeni në zarfin A dhe ngjiteni mbylljen e zarfit. Zarfi A nuk duhet të përmbajë asgjë tjetër veç fletës së votimit dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin A brenda zarfit B, mbylleni zarfin B dhe ngjiteni atë. Brenda zarfit B duhet të fusni vetëm zarfin A dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin B brenda zarfit të operatorit postar DHL dhe mbylleni këtë zarf. Pasi keni përfunduar, telefononi shërbimin Ekspres DHL sipas shteteve ku jetoni. Ju këshillojmë që të dorëzoni zarfin e kthimit te korrieri brenda 3 ditëve nga marrja e dokumentacionit zgjedhor me qëllim që ai të mbërrijë në Shqipëri jo më vonë se ora 19:00 e datës 11 maj 2025. Posta është e paguar nga KQZ. Vota jote, zëri yt për Shqipëri. Ka ardhur momenti për të diskutuar për angazhimet e partive politike për këtë proces zgjedhor për sa përket pjesës së bujqësisë. Me mua në studio është zoti Alban Zusi, drejtuesi i Qendrës së Eksporteve Shqiptare. Faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit për ftesën. Besoj si njohës i mirë i sektorit bujqësor, nuk e keni lënë jashtë vëmendjes tuaj programet për bujqësinë. Çfarë përshtypje kanë lënë si premtime, si angazhime? Si njës i mirë i sektorit të ushqimit, do të thonim. Plus edhe bujqësit që është një nga nëntë sektori. Sektoret, po. Atëherë, ajo çfarë bie në sy dhe unë ju përgëzoj në fakt edhe për mbledhjen që ju bët, e ndoqa me vëmendje, keni arritur të kapni shumë mirë të koncentruar dhe në këtë mënyrë e dallon qartë që këto partitë e vogla që janë pretendente, le të themi, për të bërë diçka, ma tepër duket si një listë të dëshirash se sa një program realist. Nuk është se në pikat e tyre nuk ka gjëra që diskutohen në mjediset e operatorëve, në mjediset e njerëzve që merren me këtë punë në sektor, nga operatorët e sektorit. Por mënyra se si janë paraqitur duket që është hartuar në zyra si program, nuk është hartuar me njerëzit.
Dhe ky është problemi i vazhdueshëm që ne kemi, madje ky është problemi edhe institucioneve publike, që shpesh herë programet, punët, strategjit hartohen në pozicionet. Janë pak larg terrenit. Ka elemente të cilat ne i themi, i kemi thënë edhe këtu tek juve, por nga mënyra se si janë thënë, nga mënyra se si janë formuluar, kupton që nuk janë të kuptuara. Kanë shfrenuar fantazin? Kanë shfrenuar fantazin, kanë marrë diçka nga çfarë thonë ekspertët, kanë thirrë 2-3 ekspertë ndoshta edhe kanë vendosur një frazë. Dhe në këtë kontekst nuk të ngjall optimizëm që ato mund të jenë të realizueshme, nuk të ngjall optimizëm që ato ditën që supozojmë këto marrin pushtetin, apo marrin një ministri, sepse s'është të thënë që ato mund të marrin pushtetin, mund të jenë faktor përcaktues në politikë për të marrë një ministri, dhe mund të marrin, po themi, Ministrinë e Bujqësisë. Unë që i di gjërat se si janë, se i di edhe nga jashtë edhe nga brenda, nuk besoj se janë programe të cilat do të realizohen. Për më tepër që një pjesë e mirë e tyre, unë do isha njeriu më i lumtur dhe do të thoja që Shqipëria do të kishte një super zhvillim në qoftë se më në fund do të futej në rrugën e duhur zhvillimit në qoftë se do të bëheshin disa prej këtyre gjërave që janë thënë aty, por do në totalisht ndryshim të qasjes buxhetore të Shqipërisë dhe të qasjes konceptit të zhvillimit të Shqipërisë. Pra donë që të riorientojmë zhvillimin ekonomik duke ndryshuar driverat, duke ndryshuar lokomotivat e zhvillimit, pra jo ndërtimi, jo turizmi e kjo, por duke vendosur bujqësinë si lokomotivë kryesore, e cila pastaj i bën edhe këto që të ecin me po të njëjtin ritëm, ndoshta, por duke qenë ajo e para. Por për ta bërë këtë, do të thotë që duhet kemi realokim thelbësor të fondeve. Në fakt, nëse partive politike parashikojnë alokim fondesh, ndryshim buxheti, rritje të konsiderueshme. Duhet thënë, që ne ta besojmë duhet thënë, sepse kur thua kjo, unë një llogaritje të thjesht po bëja kur ti po e jepje prezantimin, dhe i bie që duhet jenë një 500-600 milion euro buxhet për bujqësinë. Absolutisht e justifikuar. Absolutisht e justifikuar. Sektor që e meriton. Absolutisht sektor që e meriton dhe sektor që i rikthen më shpejt se çdo sektor tjetër. Ti rikthen ekonomikisht, e para, por ti rikthen socialisht, sepse të mban komunitetet, i bën komunitetet të lumtura, ti rikthen në aspektin e imazhit, sepse ti fillon të krijon një brand tëndin, brenda asaj, brenda atij fshatit europian, ku pola e Shqipërisë fillon e merr një ngjyrë të vetën. Në qoftë se ne do fillojmë të nxisim prodhimin ushqimor, jo thjesht prodhimin bujqësor, por gjithë industrinë ushqimore, edhe përpunimin e tjerë. Dhe në mënyrë absolute i bën, por mënyra se si janë prezantuar më tepër ngjan me populizëm se sa me planifikime konkrete. Fermeri këtu shihet si një investitor apo shihet si një kaos sociale që duhet mbështetur? Nga si duhet parë? Shumë pyetje e bukur, shumë pyetje e bukur. Pra nuk është parë fermeri si një investitor, si një njësi ekonomike e cila duhet ta ndihmojmë për të zhvilluar. Duhet ta mbështesim, ja ta ndihmojmë, sepse s'duhet ta përdorim fjalën ndihmë në ekonomi. Nuk ka ndihmë në ekonomi. Në ekonomi ka mbështetje që ti të bëhesh i zotit dhe të mikthesh parat mbrapsht. Dhe unë asnjërit nuk ja kam parë aty për shembull që të thojë që do japim mbështetje dhe brenda 5 vitesh mbështetja në qoftë se nuk është rikthyer me taksa, diferenca duhet kthehet mbrapsht. Ky është një koncept që unë kam hellur, ka kohë që e helli në media, në takime etj. Do marrësh ti 100.000 euro mbështetje? Po. Për 5 vite do më demonstrosh që ti i ke paguar 100.000 euro ekstra taksa, tatime, etj. Në qoftë se për 5 vite ti ke paguar vetëm 70-30 që tjetër do e kthesh mbrapsht. Me kredi, por do e kthesh mbrapsht atë që të kanë dhënë falas. Kjo është mbështetje. Që ti të nxitesh për të rritur, të nxitesh për të bërë punë. Jo për t'i fal para. Duke parë natyrën e parcelizimit të skajshëm që ka toka bujqësore në Shqipëri, ekziston mundësia që një fermer një farë mënyrë tjetë me 1 hektar, 1.2 hektar që mund të kenë një familje mesatare e Shqipërisë viteve 90 që përfitoj tokë, të mund të bëjë një biznes rentabël ekonomikisht bujqësor? Apo do duhet të shkoj përtej? Në 2014 u bë një paket bujqësiet nga qeverisja socialiste
Dhe në 2015, me të gjitha këto probleme që i kemi sot, atëherë madja ishin edhe më të rënda, njerëzit investuan, shkuan, morën para, gjetën tokat, bën serat, u trefishu numri serave, u dy trefishu prodhimi, u dyfishu nga eksport. Një pilot, një projekt pilot sukses. Pra ka një model. Mjafton të gjesh mekanizmin e duhur ekonomik, dhe mekanizmi ekonomik është ai që e krijon gjithë historinë. Jo me 1200 dynym, me 1.2 hektar. Po edhe me 2 dynym po ta fillojnë, edhe me 2000 metra po ta fillojnë, po tjetë mekanizmi i duhur, absolutisht çdo plumb tokë e Shqipërisë fillon e vihet në punë. Çdo plumb tokë e Shqipërisë vihet në punë. E gjejnë vetë zgjidhjen, e gjejnë vetë mekanizmin. Tokat atje, që po punohen dhe që po bën gjithë këto eksporte tjerë, në fakt gjysma e tyre janë toka të marra me qera, nga njëri tjetri, gjysma e tyre janë jashtë shtetit, ato tokat të cilët po prodhojnë sot, edhe për të ushqyer ne, por edhe për të eksportuar, në fakt në pronësi janë të disa njerëzve që jasë kanë lidhje me to fare. Po i punojnë pronarët e tokave, po i punojnë tjerë. Po i punojnë të tjerët, ato që kanë mentalitetin e biznesit. Pse? Sepse kanë arritur të futen në mekanizëm. Unë sot takoj për hir të punëve që bëj, edhe të biznesit tim, takoj edhe fermerë të cilët kanë problem, por takoj edhe fermerë që janë krejt kënaqur me punën që bëjnë. Edhe madje nuk janë edhe në tokë të tyre. Punojnë nga 40 hektar, nga 50 hektar mbjellin, jam çudit. A vreni që, duke qenë se kemi dy linja, po themi të ekonomike, që është vija bregdetare në ulësinë perëndimore, por gjithashtu është krahas vijës bregdetare kemi atë që quhet tokën bujqësore të punueshme. Ka dhënë turizmi, po themi, një lloj presioni pozitiv për zhvilluar ato rajonet të ngjitur tokë bujqësore? Apo a do të jetë turizmi në fakt lokomotiva e ngritjes së ekonomisë bujqësore? Atëherë, gjithmonë kam thënë që dy janë shtyllat kryesore të zhvillimit të këtij vendit, turizëm dhe bujqësi. Por, ajo çfarë ka ndodhur në turizëm duhet ta pranojmë që është fantastike. Unë nuk e kisha imagjinuar, domethënë që në turizëm ne do arrinim në këto vite të kishim ato numra turistësh që kemi. E shohim, e prekim me dorë, por ne kemi vetëm një problem. Duhet kishim bërë rokad. Pra duhet kishim filluar bujqësinë përpara, pastaj turizmin, sepse turizmi është si puna e dyqanit. Ndërsa bujqësia është fabrika. Tani në qoftë se dyqani funksionon mirë, ka shitje, ka kërkesë, por nuk shet produktin ton, nuk i përgjigjet prodhimi edhe na shet prodhimin e dikujt tjetër, atëherë. Okej, nuk themi se s'bën dyqani, pra një identitet i përbashkët që ato duhet ecin paralelisht, dhe bujqësia duhet jetë shitja me kilometër zero e prodhimit vendas. Pra, çfarë do të thotë? Prodhimi vendas përmes turizmit duhet të eksportohet, por eksportohet pa kosto transportit, eksportohet pa kosto promocionit, eksportohet pa kosto ndërmjetësit. Kjo është fuqia e turizmit për prodhimin bujqësor. Por duhet kemi prodhim. Nuk është një turizëm i mirë ai që shet mishin e ardhur nga Greqia. Mishi i freskët sot vjen nga Greqia, mishi i freskët i derrit, mishi i viçit vjen nga Bullgaria apo nga Hungaria, mishi i imtave edhe ai shpeshherë vjen nga Romania. Për të mos folur për gjëra tjera, shesim birën që na vjen nga Italia, shesim birën që na vjen nga Kosova, shumë mirë bira kosovare, po e quajmë sikur është e jona dhe ajo, ndonë se ne kemi shumë fabrika të mira këtu dhe është më 400 dilema ato pa punë. Pra, në qoftë se turizmi po funksionon, është kthyer në një makineri të fortë, në një lokomotiv të fortë, për një lokomotiv të fortë për të madhra që janë tonët, për madhra që qëndrojnë këtu, që nuk lënë para këtu, atëherë zëre se është gjysma e tij. Pra nuk ka eficiencë. Zotë Zuzi, të ndaremi tek propozimet konkrete. Kemi dy lloj linjash në premtime, sikur se e pam, për sa i përket subvencioneve. Parashikohet një linjë që është ajo për subvencionin me sipërfaqe, që është aktualisht, pra, dhe linja tjetër është me kilogram. Si do t'i gjykonit, kush do ishte zgjidhja më mirë që mund të stimulonte, po themi, fermerët, ose do ishte më rezultative? Do ishte më mirë me kilogram, do ishte më mirë? Kombinimi tyre. Atëherë, për faktin që ne do të futemi në Bashkimin Evropian, duhet fillojmë avash të përshtatemi me zgjidhjet e Bashkimit Evropian, dhe Bashkimi Evropian ka gjetur atë që quajnë CAP ose Common Agriculture Policy ose politika e përbashkët bujqësore, të cilët për të evituar këtë historinë e tarifave që po ngren sot Trumpi, në vend që t'japin subvencion drejt për njësi prodhimit,
e japin subvencionin në mënyrë të tërthort, me sipërfaqe, me produkte, me linja, me makineri, me investime në prodhim, në përpunim, me heqje taksash, me ullje taksash, sepse sot për shembull të VSH prodhimeve bujqësore është 3-4% gjithë Europën, e ushqimet përpunuar është 10%. E kështu me radhë, taksat e karburantit janë 0. Por, ndërkohë, ne do kishim shumë nevojë pa hyrë në Bashkimin Evropian, se kur të hyrë në Bashkimin Evropian nuk ka alternativë tjetër. Është alternativa që ka dhënë Partia Socialiste, që është edhe në qeveri, duke qenë qeveri ato dinë sepse janë në negociata, është kjo, për sipërfaqe. Por ne mund të bënim diçka, ne akoma jemi bërë antarë të Bashkimit Evropian, dhe mundet që për një periudhë 4 vjeçare, po themi, derisa të vijë 2030, ne ta përdornim nxitjen për njësi, sepse ajo është nxitës shumë më i shpejt. Dhe duke mos qenë antar të Bashkimit Evropian nuk mund të penalizohemi. Sepse ai thotë kur të vish tek unë thotë nuk mund të japish për kilogram. Por unë e kam provuar, e kam parë se çfarë ndodhi në 2015-ën, kur ne dham në 2014-ën, kur ne dham nxitje për kilogram, pra në qoftë se ti çon dorëzon 1 litër qumësht, ke 100 lekë për litër qumësht, në qoftë se ti dorëzon fruta perime, ke 15% të vlerës faturës etj. Të gjithë filluan të deklaronin. Të gjithë filluan të kërkonin faturë. U formalizua sektori, morën numër NIP-it, u deklaruan punojësit, u rrit mundësia për të kredituar sektori, sepse duke qenë se kishte biznese që kishin 2-3 milionë euro xhiro dhe 500.000 të deklaruar, ato s'merrin dot kredi. Por në momentin që u formalizuan, ato filluan të marrin kredi. Fermerët vetë, duke i marrë parat në banka, filluan të kreditojnë nga bankat, filluan të shifeshin si subjekte interesante nga bankat, dhe nuk merrin më kredi me 35%, por merrin kredi me 7-8%. Pra, kjo ishte shumë nxitse, por ishte pikërisht ky mekanizmi i subvencionit të drejtë për drejtë. Dikush e ka përmendur aty nga këto partitë opozitare, por nuk e jep qartë se si do ta bëj. Nuk, do të thënë, duket që është e bërë në zyrë, duket që ka pak gjasa, të paktën për mua, uroj të jemi gabuar, gjithmonë në të tilla gjëra, uroj të jemi gabuar, por mënyra se si është formuluar, ka pak gjasa që ajo gjëja të ndodhë. A mund të arrijë Shqipëria ta ketë një sistem të menjësi, po themi subvencionimi, mos harrojmë që vendet tjera të BE-s, Greqia ose tjerë duket e kanë pasur dikur që u krijuan shumë probleme. Kanë pasur dikur, ky mekanizëm i ka rritur, ky mekanizëm i ka fuqizuar, ky mekanizëm i ka formalizuar. Jo, sepse, abuzimi është gjithkund, mos të themi kështu. Por, në momentin që ti e dërgon dhe i thua më dorëzo faturën dhe e jep subvencionin tek finali, aty ku bëhet ndryshimi i pronësisë, pra aty ku delja kthehet në mish, aty ku bëhet transaksioni, aty e jep. Atëherë ky tjetri, ky që delen do ta kthej në mish, thertoria, apo ky që qumshin do ta kthej në djath, ky nuk mund të ngarkohet me faturë fiktive, sepse duhet ta nxjerrë edhe ky pastaj. Dhe ka një double check. Ka një double check aty, sepse ky po qëse i lëshon fermerit një faturë me 30% më shumë, ky ngarkohet me 30%, kështu që nuk mundet ta bëj. Ndërsa ti po ja dhe fermerit, pa e lidhur me industrinë, pa diskutim që aty ka abuzim. Kështu që mekanizmi i subvencionit të drejtë për drejtë ka dhënë impakte. Ai e ka rritur ekonominë e Europës, por ekonomia e Europës u detyrua të tërhiqet nga kjo sepse kishte shumë konflikte në marrëveshjet e tregtisë që bënte në Amerikën, me Indinë, me vendet e tjera. Sepse i thonin ky subvencioni drejt për drejt është dumping ekonomik, është mbështetje pa etj. Një element tjetër që përmenden nga subjektet politike është rikthimi ose fuqizimi apo mbështetja e shoqërive të bashkëpunimit bujqësor, apo që mbase shumë vetë kanë energji, kanë ndryshuar dhe emrin ish kooperativave, themi. Do ishte më mirë mbështetja e kooperativave për të zhvilluar, duke pasur parasysh faktin që ka disa vite që po tentohet të fuqizohen kooperativat për shkak të njësive të vogla të prodhimit që janë, pra parcelizimi i tokës, apo më mirë një individ, sikur se ju tha që ka shumë të tjerë që kanë marrë shumë toka me qera, një individ i cili zhvillon një aktivitet ekonomik. Mbase cilat formulë mund të ishte më, po themi, më përshtatshme? Ku do duhet mbështetet qeveria nesërme? Pa diskutim që i kooperimi është gjë shumë e mirë dhe nuk është as pak e çortueshme, përkundrazi është e lavdrueshme ajo përpjekja që po bën qeveria këto 2-3 vitet e fundit me dhanë skema, me dhanë subvencione, me mbështet. Unë kam thënë gjithmonë që nuk mund të mbështesësh kooperativizimin, nuk bashkëpunimin, në qoftë se ti nuk e mbështet financiarisht. Pse do bëhemi bashkë ne dy me bë biznes, në qoftë se 1 e 1 na bëjnë 2.
Në qoftë se 1 e 1 na bëjnë 3, atëherë fillojmë bëjmë bashkë. Dhe në këtë pikpamje është e dobishme ajo që kanë bërë. Por e para punës me qenë se më bëri një pyetje të drejtë për drejtë, unë besoj më shumë tek fuqia e individit. Individi është ai që ecën shumë më shpejt se sa një grupim. Por nga ana tjetër, grupimet, po që se ne i mbështesim mençurisht. I mbështesim mençurisht dhe nuk është mbështetje domethënë mbështetja duhet zgjeruar më tepër se aq sa po jepet që ke ca lehtësime në taksa etj, sepse në fundit të gjitha taksat nuk janë më shumë se 5% e xhiros. Ndërkohë këto shoqëri bashkëpunimit kanë nevojë për mbështetje në teknologji, kanë nevojë për mbështetje në inovacion, kanë nevojë për mbështetje në stafe drejtuese. Pra më mirë se sa ti heqish ca taksa, paguaj një agronom, një veteriner, një zooteknik, një drejtor të mirë, një drejtues të mirë, një ekonomist, pra jepi një staf, paguaj një staf për 5-6 vjet, që të di ta menaxhoj këtë gjë, sepse edhe mund të mos menaxhohen dot vet ato. Pra ti lehtëson taksat, por ai sa arrin dot me kriju taksat sepse ato s'din më marrë vesh me njëri tjetrin. Nuk din më drejtu, nuk din me kriju ekonominë. Kështu që pa diskutim të mbështeten, por të mbështeten në mënyrë inteligjente, duke ju dhënë më shumë mend se sa para, ose duke financuar përmendjen më shumë se sa për xhepin, le të themi. Gjithsesi mendoj se për xhepin do kenë nevojë, janë më të interesuar. Mendja do ju mbushi xhepin, sepse në qoftë se ti u jep 500.000 lekë me lehtësim taksash, një ekip i mirë që ti mund t'ja financosh, që mund të të kushtoj edhe më lirë se sa lehtësimi i taksave, mund të kushtoj edhe më shtrejt, por një ekip i mirë nga 500.000 lekë ju ja bën 5 milion lekë ato parat në xhep. Në fund fare tek xhepi do shkojnë gjitha. Por varet se si do na më ambush xhepin, do na më ambush xhepin duke i dhënë pak para buxhetit nga paratë tona, apo do na më ambush xhepin duke i dhënë ca njerëz që i marrin parat diku tjetër. Sepse ky ekipi nuk do përdori parat e buxhetit. Ky ekipi do përdori parat që do vinë nga jashtë, nga inteligjenca, nga përdorimi i resurseve më të rëndësishme, nga zëvendësimi i importeve. Pra, duke i dhënë mendje, ai krijon një pjesë tjetër tortet. Pra nuk i japim para nga torta jon, por i japim njerëz të cilët e zgjerojnë tortën dhe ato fitojnë shumë më tepër se sa duke marrë nga parat e buxhetit ton. Një pikë tjetër është padyshim që diskutohet është nën financimi i sektorit bujqësor. Pra ajo duket sikur fermerët dhe bankat janë në rrugë ndryshme, nuk janë shumë të afruar. Arsyet e dim është, pra themi, risku i lartë që është mungesa e pronësisë tokës, çështja e sigurimit që gjithashtu. Kemi dy lloj propozime për themi mbështetje me kredit puta, por kemi edhe idenë e krijimit të bankës agrare, një projekt që ka qenë përpara në Shqipëri. Cilat ishte teza më mirë, po themi, shfrytëzimi i disa linjave të bankave tregtare apo një bankë zhvillimi që mund të jetë duke pasur në fokus edhe bujqësinë, apo do të ishte krijimi një banke posaçme për bujqësinë, pra banka agrare? Unë do të thoja se institucioni që duhet të mbështesi financiarisht, e para punës ne duhet të fillojmë të jemi më inovativ për mënyrat se si duhem të financojmë në përgjithësi zhvillimin ekonomik të vendit. Pastaj kur flasim edhe për zhvillimin e bujqësisë, duhet jemi shumë më inovativ, duhet shohim edhe forma tjera të zhvillimit. Kontrata po thoni jo thjesht kontrata, po edhe bashkëpunime, edhe bashkëfinancime. Në qoftë se po themi ne shohim se ka një kompani të mirë që po ecën, ne duhet fillojmë të krijojmë opsionin që unë e ti, në qoftë se kemi 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro kursime, që t'i fusim bank me 1% e me 2%, po t'i fusim në formën e aksioneve atje, blejmë kuota dhe ta financojmë këtë. Dhe ky fermeri, apo ky grupi i fermerëve, apo një kompani e rëndësishme industriale, apo i qendër grumbullimit, kur të marri 500.000 euro financime publike përmes këtyre lloj formash, dhe nuk ka detyrimin që në fund të muajit filloj të japi 20.000 euro kësin e kredis, po i ka aty, ai vërtet ka humbur një pjesë të pronësisë, nuk është më 100% pronar, është 50% apo është 60% pronar, por ama ka 500.000 euro të vlefshme në dispozicion për të bërë menjëherë një set investimesh, të cilat e ndihmojnë për të rritur dhe për të rikuperuar fitimin. Kush do ishte garantori i sigurisë, sepse ne mos harrojmë që kemi një marrëdhënie të komplikuar me këto lloj me investime, po themi tek individ, mos harrojmë.
Ju besojeni më mirë se unë. Kjo gjë është zgjidhur tash 100 e sa vjet në Europë e në Amerikë. Nuk po propozoj me bëj gjë të re, por po propozoj me sjell ato çfarë bëhen sot. Si është bërë gjithë këto kompanitë mëdha që kemi në Facebook e Microsoft e X e Y. Si bëhen kaq mëdha? Jeff Bezos e tjetri. Si bëhen kaq mëdha? Duke u rritur, duke investuar me paratë e tyre, duke investuar me kredi, zero. Ato bëhen me financime të tilla publike. Unë sot me kredi shkoj deri në një limit caktuar, mandej nuk shkoj. Sepse rrezikoj familjen, rrezikoj shtëpinë, rrezikoj shumë gjëra. E para. E dyta, në momentin që i marr kredi, mbas një muaji unë duhet t'jap parat. Duhet t'jap kësin e kredisë. Pra atë që fitoj unë duhet ta çoj atje. Ndërsa kur merr një financim të kësaj formet, siç ndodh në gjithë Europën dhe mekanizmat tash janë të zgjidhur, nuk kena nevojë ne me shpik rrotën, atëherë e para punës ti nuk rrezikon. Shtëpinë tënde nuk rrezikon jetën tënde etj, po rrezikojmë gjithë. Edhe unë e ti rrezikojmë. Në moment që i hedhim 1.000 euro atje, nuk është e thënë se patjetër të dalim me fitim. Shkojmë ato eksperiencat e pakëndshme që Shqipëria ka kaluar në mesin e viteve 90. Ajo e mesit viteve 90 mos ardh kurrë. Ajo ishte skeme pastër mashtrimit, atë e dinë gjithë shqiptarët që ajo. Të gjithë, edhe ato që i çonin paratë e dinin, por vetëm thonin inshallah si jam unë ai fundi që do i humbas. Sepse të gjithë kur i fusin parat atje e dinin që ato parat nuk kanë për të marrë, por thonin inshallah unë i tërheqi pak më shpejt etj. Kështu që mos i futemi asaj historiet. Ne po flasim për gjëra të tjera, ne po flasim për skema institucionale, ne po flasim për bursa të kontrolluara etj, të strukturuara, sepse po që se ne do ngelemi vetëm te kredia, do rritemi shumë avash. Do rritemi ekstremisht avash. Dhe për më tepër pastaj kur flasim për fermerin, ta fusim fermerin rrugën e kredisë, fermeri është shumë hezitant. Dhe nga ana tjetër fermeri nuk është as pak interesant për bankat. Asnjë bank nuk do të më marrë me fermerin. Sepse nuk është tipi i tij. Pastaj ne flasim për qindra mijëra fermerë dhe flasim për 10 banka, të cilat pas kanë secila prej tyre nga 10 filiale. Kush do ju shërbej atyre? Po, kanë nevojë për një diçka masive. Kur flasim për të financuar bujqësinë, më tepër unë do isha për të fuqizuar rolin e AZBR-s, për të krijuar më shumë agjenci publike, të cilat ju shërbejnë atyre. Plus instrumentat e reja që... Plus instrumentat e reja. Plus instrumentat e reja për ta financuar. Por në përgjithësi, jo vetëm bujqësinë, por edhe industrinë, ne duhet fillojmë të mendojmë për instrumentat e reja të cilat në fakt si ka thënë asnjëri, për instrumentat e reja të financimit. Nuk financohet rritja vetëm me kredi bankare, shumë e lashtë, shumë e vjetër. Ka diskutime për të vendosur produktin si certifikat, po themi si letër me vlerë, por nuk është realizuar akoma. Në momentin që qytetarët fillojnë e financojnë në për bizneset vendase, në për industritë vendase, ato janë edhe më të lidhur me produktin. Ato janë edhe blerës më të mirë. Ai kur të hedhit ca para tek një birrë, apo tek një fabrik djathit, apo tek një fabrik sallamit, ai kur shkojnë treg, nuk do blej birrën e huaj. As djathin e huaj, as sallamin e huaj. Do blej produktin e vet sepse ka parat e tij aty. Dhe do i thoj edhe gjithë rrethit tij familjar, përdorni këtë sepse jam unë. Pra, kjo është ajo që e ka bërë sot Bashkimin Evropian, çdo qytetar të Bashkimit Evropian, të jetë shumë i lidhur me produktin e tij. Ne e shohim. Shko andej, secili blen produktin e tij. Jo vetëm produktin gjerman, por mundësisht të qytetit të tij. Jo thjesht produktin austriak, por mundësisht të qytetit të tij. Pra, kontribuon në ekonominë lokale. Kontribuon në ekonominë lokale sepse kanë lidhje, kanë të shumë fisht lidhjen domethënë me prodhimin vendas. Dy pyetje fundit për dy premtime që janë më ndukur paksa, po themi, angazhime premtime pikante, 20 milion rrënjulli, është Partia Demokratike, ka sipërfaqe Shqipëria, po themi, për të mbjellë një sipërfaqe përshtatshme, po themi, që kultivohet ulliri. Si e vlerësoni se duke pasur kontekstin edhe tanishëm që ka një kërkesë të lartë për vajin e ullirit? Më duket paksa e egzageruar, sepse nuk e di se ku janë sipërfaqet, janë mbjellë shumë sipërfaqe me ulli, për hir të vërtetës, janë mbjellë shumë sipërfaqe në këto vite. Unë tash për hir të punës që bëj edhe të biznesit që bëj, kam shëtitur dhe kam parë sipërfaqe nuk e dija që ekzistonin. Po për të mbjellë edhe 20 milion rënd të tjera, janë jashtëzakonisht shumë, do të thoja unë. Dhe pastaj duhet të dalim tek problemi tjetër i krijimit të infrastrukturës për ta shitur këtë produkt, se thjesht t'i fusim njerëzit për të prodhuar, dhe pastaj ato të dezilizionohen sepse do e shesin me çmimet ulta.
është problematike dhe ky premtim do duhej patjetër të ishte i bashkëshoqëruar me premtimin tjetër me premtimin ose me alternativën tjetër të gjetjes së tregjeve për këtë lloj produktit. Si do marketohet, si do shitet, si do hidhet ky produkt në treg. Do dali si një produkt konvencional, nuk ke shumë tregje. Do ta nxjerrim si produkt organik, po, si do bëjmë për ta bërë organik? Sepse do të ketë një plan duhet të ketë një plan të përgjithshëm. E thënë kështu duket populiste. Ulli duhet mbillen, po... Ulli duhet mbillen, por duhet të mbillen në mënyrën e duhur, në formën e duhur, dhe duhet mendojmë që ato mos kthehen në një problem për fermerin që i mbolli. Ato duhet të krijojmë gjitha kushtet që ato të jenë burim lumturie, burim i të ardhurave, burim i kënaqësisë tyre. Jo drame më Po jo drame më teshme e tyre. Një premtim tjetër dhe pyetja e fundit është për 1 miliard euro eksporte. Sa realizueshme është? Mendoni, është objektiv ambicioz? Si do ta kategorizoni? Po të më thonin ta bëja programin, do ta kisha bërë për 1.5 miliard euro eksporte. Po të ma kërkonin. Si? Sepse ekziston mundësia për të bërë edhe 1.5 miliard euro eksportet. Çfarë do? Kështu që de facto mundësia është, potenciali është, ne jemi duke punuar, sektori i ushqimit është duke punuar shumë në potencialin e vet. Mjafton të themi që kemi 60% të sektorit ushqimor jashtë tregjeve të eksportit, që është sektori blektoral, pra ne nuk eksportojmë as mish, as djath, as qumësht. Dhe kjo është 60% Nuk eksportojmë se kemi mangësi në konsum, nuk plotësojmë nevojat lokale, apo arsye... Jo, arsye standardesh e tjera. Kështu që, për t'ju përgjigjë drejt për drejt pyetjes tënde, po, qëndron, mund të bëhen 1 miliard euro. Se si do bëhen, pastaj do ishte shumë mirë që të na sqarohej, i çik më tepër, të ishte më e detajuar. Ndoshta mund ta detajojnë më vonë etj, por unë do e kisha bërë 1.5 dhe është e mundshme me shku 1.5 eksportet shqiptare. Sepse ne sot eksportojmë shumë produkte në gjendjen e tyre primare. Të papërpunuar. Mjafton që ne t'i përpunojmë, mjafton që ne të nxisim, të fuqizojmë industrinë përpunuese dhe industria përpunuese e bën pastaj edhe bujqësinë. Bujqësia që u bë 500 milion euro, kur janë bërë unë zëvendës finisë ka qenë 150 milion euro, 120 milion euro ka qenë eksportet. Bujqësia që u bërë 150 milion euro është sepse u krijuan qendrat e grumbullimit, u ndryshu strategjia. Në vend që t'japim nga 500.000 lekë për fermer, dham nga 300.000 euro për qendrat e grumbullimit dhe qendrat e grumbullimit bën atë që bën. Dhe qendrat e grumbullimit nuk është se thjesht eksportuan, por qendrat e grumbullimit nga 350 lekë kilën e domates e çun 700 lekë. Kjo ishte ajo që bën. Në Gjermani, më thoshte një ekspert shumë i njohur gjerman. Deri në fillim të viteve 80, fermeri gjerman nuk është ishte ne fermer kush e di se çfarë. Qoftë nga ana ekonomike, por qoftë edhe nga ana cilësore. U fuqizuan shumë industritë dhe industritë pastaj shkuan dhe fuqizuan fermerin, rregulluan fermerin etj. Rivalorizuan sektorin. Në Irlanda deri para 25 vitesh ka qenë një vend askushi në skenën botërore të ushqimit. Sot është nishi i Europës. Ndaq për siguri ushqimore, ndaq për produkte cilësore. Po kush e bëri këtë? E bëri industria. U fuqizu industria, u mbështet industria donte lënë të parë, dhe ajo pastaj e fuqizoi fermerin. Edhe sot në Shqipëri kanë filluar, janë filleset e kësaj. Ke disa fabrika qumshtit që kanë bërë investimet e tyre tek fermerët, ose tek grupet e fermerëve, qoftë për të përmirësuar cilësinë e produktit, por qoftë edhe i mbështesin me para për të blerë më shumë lopë etj, pra për të rritur prodhimin. Fuqizon ata që të kenë mundësi të fuqizojnë vetë. Dhe po të eci me këto lloj logjiket, që tashmë e kemi provuar në 2014, 2015, 2016, që fuqizimi i middlemanit apo i ndërmjetësave, i sektorëve ndërmjetës, grumbullimi, industria, fuqizimi i tyre na solli fuqizimin e fermerëve dhe rritjen e interesit fermerëve, po të eci me këto logjik, jo 1 miliard, po 1.5 miliard bëhen për 4 vjet. Zoti Zusi, faleminderit për informacionin që bashkëndat me ne dhe këshillat tuaja. Faleminderit. Shikues televizorin, s'kan pak minuta publicitet për të rikthyer në pjesën e dytë. Kemi mbërritur në pjesën e dytë të emisionit me mua në studio është profesor Zevgjeta, kërkues shkencor në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Faleminderit për prezencën tuaj në këtë studio. Mirë se u gjeta.
Nuk mund të lija po ju pyetur pak për sa i përket programeve të partive politike për bujqësinë, për fermerin, sa peshë jeni i kënaqur me peshën që kanë dhënë, kanë dhënë me njëri dur partitë politike? Pavarësisht mënyrës se si mund t'ja kanë dhënë, po. Qofse më lejon, mu më duket çudi edhe më duket se e kanë keq. Pse e kanë keq? Sepse kjo çështje nuk duhet diskutohet vetëm në fushat dhe nuk duhet diskutohet në këto forma kaq të çuditshme. Sepse po ti marrësh ju e prezantuat në fillim bat një përmbledhje, po ti marrësh janë shumë çuditshme. Njëri t'jap traktorin, tjetri t'jap benzinën, tjetri t'jap çmim për kile dhe kështu. Bujqësia shqiptare ka një peshë shumë të madhe në ekonominë shqiptare, në popullatën shqiptare, në gjithë jetën tonë, dhe përpasoj do të kemi konsensus. Këtë konsensus për 35 vjetësh nuk e kemi dhe është e gabuar dhe i prishim punë vetës. Por ju po thoni të kemi një politikë bujqësore të trashëgueshme pavarësisht të vazhdueshme, të pranojmë një sugjerim dikujt tjetër se çdo mendje është pak mendje, shtohet, por të kemi një ligj. Këtë ligj nuk e kemi rujt dhe përpasoj pyetjet parafolsin zotni Zusin si janë to SHBB-t, janë inekzistente. Unë nuk kam një shembull tash 35 vjet që më thoi dikush që hajde, shikoj, njoft të gjithë që janë në treg, gjithë që pretendojnë që i kanë, gjithë që po mundohen me qëndru, por nuk ka. Dhe është për shkak të këtij zigzaku, herë jep janjanës, herë çoja pranës edhe nuk ka konsensus. Tjetra është që nuk po bëjmë ato strategjitë e mira me kam tokë. Pra, kemi strategji, janë online, kemi ndërsektoriale, kemi të bukura, por nuk i kemi si duhet. Pika parë që se kemi si duhet është që në të gjitha strategjisë shqiptare, pa përjashtim që nga natë e dyshi që unë i kam ndjek, deri më sot thojnë eksporti. Pikë pyetje gabim, edhe pikë çuditëse e madhe. Ne kemi 2 milionë ca banor, s'po na i tregojnë sa janë. 2.4 është zyrtarisht. Sa dush ti? 5, 3, 2, sa dush? A i kemi 10 milionë të ardhur? Ne duhet ha mirë për vete, duhet të ushqejmë mirë këto që vinë. Dhe me besoni që një domate e rritur ndaq në Bërdic në Shkodër, ndaq në Theth, se edhe në Theth e ndër Lysa ka një 2-3 serat vogla, shu ambientet të mbrojtura, e shitur turistit është 3 fishi çmimit e paketuar e quar në Gjermani. Por me kusht, me kërkesa, me llogari, jo të më kthehet nga Italia ose nga Kroacia dhe ta hajmë ne, se ata atyre e bandam, nes na bandam. Ne do t'i pra ju jemi shumë iden pra një farë mënyrë që t'i shërbej bujqësia turistit. Edhe parafolsi e tha, edhe çdo studio televizioni, çdo specialist që po thritet, jemi në konsensus, pakte ne specialistët e pavarur, që ky vend zhvillohet me bujqësi dhe me turizëm, po është bujqësi përpara. Duhet ta mbështesim atë turizmin. Sepse tash nuk di çfarë them, po them një shifër shumë të vogël. Në kohën e Zogut kemi pas 5.6 milion të imta. Aktualisht ai kemi ishim rekord dhe në Europë për numër. Ai kemi as i kemi 1 milion të imta. Pse? E kena vrarë çobanin. Si e kena vrarë? Pa kujdesje, me denigrim, me përjashtim, me pa vëmendje. A e përmendi dikush çobanin? Është blegtoria. Ça hajmë ne? Hajmë mish Argjentine. U tentua të përmendet të krijoj një akademi dhe u mor me qeshura. Jo, ajo ishte pak budallëk, domethënë ti je me kam në ujë dhe dën me kërcy oqeanin, nuk e kërcen dot. Duhet ur, duhet tunel, duhet me gjetë pse. Me besoni, po të merrni djalin e një çobani për 6 javë në Tiranë, ai nuk kthehet më atje. Ne kemi nevojë me shërby atje, me ja çu atje. Si shërbejmë? Është shumë e thjeshtë me shërby. Si mund të bëhet? Ka njerëz që mund të pranojnë, po gjejmë dot një kamarinë në Bregdet, do gjejmë një çoban në zonë periferike. Jo, nuk mund ta krijojmë çobanin. Duhet rujmë ata që kemi edhe të pasohet tek brezi. Si e rujmë? U zhvillu kampionati botror, i kishim ato galeri që i fjetën ato, me i pathan aty në Arabi Saudite, ana i falsa, i kontenjer, me helikopter, me oqu se cilin dënë. Luksi madh. Asis gjanë luks ishte sepse ta falnin, ose edhe po t'ishte me investoje. Pra t'ju gresh disa kushte atyre që janë atje. E dyta, veri një panel diellor, 4 dhe 10 metër kuadrat me një akumulator. A i ka televizion, ka celular, ka një dritë. A i flenë me arushen atje, dhe s'ka dritë elektrike. Tash më fal, nuk rikërkush. Pra në gjëra bazike mbase që bazike të cilat një buxhet i shteti nuk i bajnë dam. Të cilat një lutje ndaj USAID-it kur e kishim, ndaj Gizit, ndaj kooperacionit italian, ndaj BE-s ta zill. Por më ul me shkruajt mirë, me specialistë me thanë i këtë nevojë kena. Se na bandam se po marrim misht huj. Po marrim frutat huj, po marrim qumsht huj, tash kur kemi produkte autentike shqiptare made in Albania. Dhe në këto kushte, kur ne importojmë kaq ton miell, kaq ton drizë, kaq ton qumësht, kaq ton mish,
për çam duhet strategjia për eksportin. Duhet të ndryshojmë pra një lloj raportin pra mes import-eksport. Pra këto dy mangësi janë siç e shikoj unë. Njëra që s'kemi vijimsi dhe duhet është çështje kombëtare bujqësia. Leja ajo çështje gjithë popullit e ato u tallshin me te, por nga mënyra si thuhet e din ata vetë dhe kam qef e kam shfaq paktën se s'jam marrë me politika dhe s'pam duhet ajo pjesë, por duhet jetë një linjë kombëtare e cila përmirësohet vazhdimisht sipas konjunkturave, pra në qoftë se ke zill baziken këtij çobanit, pastaj i zill cjapin, llojin, shkon më tej, përmirëson racat. Dhe pastaj kemi ne ato racat autoktone që i ruajmë, kemi ato racat e përzjellura që na japin produktin e mirë. Pra vjen nëse profesor, ju po thoni që të rikthehemi pak në origjinë atë që kishim, pra për të rikthyer për të shkuar tek sado që mund arrijë. Nëse 5.6 milion timta kanë qenë, vendi mban sot me llogaritë të vogël 10 milion krerë timta. Ne kemi 10% tyre, kemi vetëm 1 milion, jemi mangët. Sepse jo vetëm ne që na ka dëshira që të ha mishin e vendit, atëherë mund të fliqim për eksport. Nëse do kishim 8 milion timta, 10 milion, atëherë flasim për eksport. Në qoftë se kemi peshkun e detit dhe importojmë goxha peshk. Ne kemi gjitha të burime, jemi vendi 4 në botë, i 2 në Europë, i 4 në botë për burimet ujore. Bëj peshk të ujarave të ëmbla. Qoftë edhe salmon nuk është ndaj çudi, po bëjmë troftën. Zill tregun e mrançëm, unë kam debat për ditë me shokët e mi, me shqiptarë, s'kan hëngër peshk lumit kur. E thot nuk ban, vetëm peshku i detit. Dhe s'di gjatë që peshku i detit ka metale të rënda, plumb, zhiv, çfarë dushti, ka edhe mbetje plastike, kurse ai që bëhet valbon, a në theth, a në ku dushti, në një nga maloret, në Stërblev, në Tamar, ku dushti, këto nuk i ka as metale të rënda, nuk i ka as mbetjet plastike. Dhe ti hani peshktanit. A që vërtet është kjo, sa çdo konsumator i themi, kujdes mos e hal kurrin e peshkut. Sepse është një mbrojtëse që është e ndotur. Po nëse do ishte një alternativë, po themi fitim prur se ky lloj aktiviteti, pse nuk ka marrë zhvillim apo? Jo. Disa spontane. Unë po them një gjë, i vetmi produkt. 2-3 vjet e fundit fakt po bëhet përpjekje për më njoft ndërkombëtarisht disa produkte tipike shqiptare. Ka dhe një projekt tipikal, po punon edhe Gizi, ka vëmendjen e qeverisë, duhet me thënë. Sa është bëhet, din ata, por e ka vëmendjen e qeverisë kjo gjë. Por i vetmi produkt i njohur, i regjistruar deri ndërkombëtarisht është mishavin, që mbase edhe nuk e njeh. Një djathi i regjën me mazën e vet. Janë vetëm 100 shtëpi dhe është bërë nëpërmes të slow foodit regjistrimi, edhe një program i vis atje. Çfarë si ka apo? Shqiptarët nuk e njohin. Prodhuesit janë 100, nga të cilët 50 shtëpi kanë shkuar në Amerikë, janë vetëm 50. Kur unë e kërkoj që më duhet për atë zinxhirin tim të marrëdhënieve që kam me njerëzit, nuk e gjej. Tani pra, nuk kemi as prodhues që ta mirëmbajnë këtë lloj produkti, ta kemi gjithmonë, kemi çamë kallëzu dikuj, nuk ka asnjë lokal në Durrës, po them Durrës, s'po them në Dërmia, në Vlora, që ta njohin këtë produkt, ta gatojnë, ta servirin. Mbase njohin më shumë tuaj se sa ne, turistët. Disa turistë që kanë lexuar, po, sepse kjo është regjistruar ndërkombëtarisht, është i vetmi produkt shqiptar karakteristik për rastësi i regjistruar, sepse punuan ato në atë kohë. Thash, qeveria shqiptare ka 100 e ca produkte, janë duke punuar për te, po është pak, jemi bravo. Po përmbys pak atë që kisha menduar t'ju bëja në fund si pyetje, por në këtë kontekst ju mbështetni po themi ato produkte që quhen autoktone shqiptare. Ka disa fermerë të cilët po bëjnë disa eksperimente për kultivimin e frutave ekzotike. Duhet stimulohet në një territor dhe një kontekst që ka Shqipëria, po themi, kur ndryshime klimatike po shkojnë drejt një klime subtropikale. Ju më prezentuat si pjesë e Universitetit Bujqësor dhe aty jam, por jam tek banka gjenetike e bimëve. Ne ruajmë të gjitha produkte. Kemi 5200 aksesione. Aty është tek frigoriferi, është pjesë e Universitetit Bujqësor. Me domate, me speca që shumë njerëz edhe nuk e besojnë. Prej disa vjetësh është marrë iniciativa dhe po shumëzohen për t'ju çu fermave. Për krijuar një produkt autentik. Por për t'u përgjigjë drejt për drejt dhe shumë kuptueshëm për një gjusin, në qoftë se kam një moll pa kultivuar mirë, me pak krimb, po ke pak krimb edhe më mirë, po e pas përkatur, edhe një banane, një mango, një... Do zgjedhësh mollën? Mollën. Sepse kemi 10 qindra breza që organizmi jonë është mësuar me to. Dhe shoh shumë nana që tentojnë të shtypur bananën, pa shtypur 3 herë në ditë, 5 herë në ditë, është e gabuar. Po nëse ne prodhojmë, pra jeni për prodhuar në nivoj lokale, po nëse ne i prodhojmë jo për domosdoshmërisht për të konsumuar vetë, por për eksport, në kohën që ne kemi... Ato që nuk i dhem ndoshta barku, në kohën që ne kemi minimalisht gjysmën e sipërfaqes potencialisht të punueshme
e kemi pa punuar, mendote tash sa vend ka për frutat ekzotike. Po konteksti i ndryshimeve klimatike është sfidues për bujqësinë shqiptare? Jo, për mendimin tim ja. Unë jam një ambientalist, mbështetës i ambientalistëve fuqishëm, nuk jam aq aktiv vetë, por i mbështes gjithë të teza, të teori, por vetë produktet janë kaq të zojat, si thosh, perëndia, natyra ju ka lënë atë aksesin që adoptohen. Nuk kena një lloj domate çdukur nga thatësira, e kemi ose nga ngrica tepërt. Kemi parë djegjet produkte bujqësisë, një lloj, nëse mund ta quaj kështu, se nuk e di mbase terminologjinë e dur, ku për shkak të rrezikave të forta shumë produkte kanë dalë skarco. Po, në fushë. Por kjo nuk është përfundimtare. Kemi pas farën prapë dhe vitin tjetër që ka dalë viti më i mirë. Ne nuk kemi zhdukje të bimëve të kultivuara shqiptare për shkak të ndryshimeve klimatike. Jo, e kam në sensin dëmtimet e produkteve, e prodhimit. Në rendiment ka aty, por akoma nuk jemi në stadin e rrezikuar. Ndaj thash që unë e mbështes, por përgjigja drejt për drejt ishte që nuk është në atë shkallë sa na ka kërcënuar që për të friksuar. Ka nevojë për një rihartëzim të kulturave bujqësore të Shqipërisë, pra se zakonisht kemi bërë kjo zona është për këtë produkt, një zonë tjetër për një produkt. Është jo e nevojshme, është e domosdoshme. Dhe siç thash, qeveritë ndryshme e kanë bë, për qëndrim, specializim, të quajnë kod partisë, na e kanë mësuar në shkollë, e kanë marrë në atë kohë, por ka edhe raste të këqija. Për shembull, janë mbjell 270 hektar me ulli në Malsinë e Madhe, a janë 3 hektar në kam. Nuk ka qëndruar as bima, është mjell pa vend. Janë mbjell 10 hektar me arra dhe me sheg, edhe po dështojnë, po i ndrojnë. Janë mbjell 10 hektar mos qindra në zonën e Korç, po Gradecit, atje me moll, me kultivar të papërshtatshëm dhe po priten me spat ashtu. Nuk është thjesht ajo mungesa e tregut, sepse nuk janë akorduar si duhet, nuk janë rekomanduar fermerët. Për shembull, një kusht shumë i vogël i domosdoshëm. Çdo rraj ulliri, nuk na kanë mësuar në shkollë, e kanë mësuar nga jeta, don të ndjej frymën e detit. Shkon edhe larg nëpër lugina, por i vjen fryma detit. Nuk ka frymë detit, nuk bëhet. Arra është në breg lumit, në breg projit, nuk ka prua, nuk ka lum, nuk ka liçen, nuk bëhet, nuk mund ta mbjellësh. Anise është amerikane, sjell nga Turqia, është nuk bëhet me zort. Ne për ditë pa thona kilometri zero dhe frutat stinës. Ne tash e marrim nga Amerika, akomodojmë disi në Turqi, sjellim këtu, e mbjellim tokë buke, e mbjellim tokë që ban 3 prodhime në vit, e mbjellim një arë që s'len me zhvilluar si bar. Nuk kena shkak për këtë punë. Po 20 milion rraj ulli, pra do thoni që ndoshta nuk kemi ku t'i mbjellim dhe si? Aktualisht kemi 11 milion dhe jam shumë fare kundër mbjedhjes në tokë të ullët. Sepse ulliri, hardhia, disa pemë frutore plaken para kohe për shkak të urave nëntoksore. Aja mbet 3 ditë e mbuluar, për arsye ka dalë lumi, nuk kullohet mirë, dhe ajo plaket. Përveç ulljes rendimentit për atë vit që e dëmton, kështu që kemi kodra sa të dush, numri nuk po, a janë 23, a 19... Mund t'i mbjellim 20 milion, pra ka hapësirë? 11 milion janë aktualisht. Përqëtuar dhe 20 milion? Përqëtuar 20 milion duket pak e tepërt, dhe edhe në kushtet që kjo duhet shkoj paralel me arritjen e standardeve. Vitet e fundit është tërhequr shumë vëmendja nga vaji i ullirit, ka pas edhe një ndihmës. Por është si punë bursi që shpeshherë dhe bie ndonjëherë. Po dhe bie, por për fat, nuk duhet me thënë fat se nuk është i mirë, po në pjesën e Italisë jugut edhe pak në Spanjë u dëmtuan, edhe përfitojnë pak tregu Shqipëria. Pat hapësirë, po duhet shkojnë paralel. Në mënyrë që sepse çfarë, ne na mëson historia, mjafton të kemi njohuri sepse gjithë vendet e Magrepit, pan Italinë e Spanjën, mbollën në fut qeveria, në shkretin, pa shkretin, çun ujin, u ba ulliri. E marrin crudo, e marrin ashtu vaj të papërpunum, po këto vende e marrin shumë lirë edhe e shesin për produktet veta, gjë që nuk përfiton fermeri, pra kanë një fermer me 100 hektar ulli edhe nuk i del viti tash. Nuk vlen si thua, do të shkojnë paralel me përpunimin, me krijimin e emrit dhe me gjetjen e tregut. A ka, po themi, Shqipëria nevojë të, po themi, të drejtohet ose të orientohet drejt disa kulturave veçanta bujqësore, po themi, apo do jetë një zgjedhje e lirë? Domosdoshmëri. Unë nuk pengoj asnjë të mbjell fruta egzotik, as të mbjell këtë as atë, por duhet të orientohet. Në ato vende ku prollohet qepa dhe i tresin në Korç, duhet me i thanë tash i qepen, mos e ujit i javë para, se nuk e ha kush këtë punë, kalbet, nuk ka rezistencë. Ati i thu, ba një konvejer, një vargëzim, mos i mbjellni tanë me datën 12, atje po mbjellni një me 12, një muin tjetër, se pranon qepa. Mbjellni paralel me te hudrën, se kush janë një familje, janë kushit parë, mbjellni preshin. Pra njërit prest një javë për të fituar... Sepse ndryshe,
përfundojmë i tresim. Ne kemi ba një të keqë, në fakt, tash 35 vjetë, e kena damtu shumë figurën e agronomit të këshillimor ose të ekstensioni që i themi neve, gjithmonë kur janë shkurtu fonde në për ministria në Pare që janë... Po, dhe për fat keq në vend që të rinin kontakt pastaj me atë, janë këthy onë fermer të zakonë, që mo janë marrë me i pun tjetër, janë këthy murator, edhe shpesherë më thojnë kolegët e mi, ty ke vazhdu, po unë shes banane, edhe... Cilat janë zonat kampionet Shqipërisë për bujqësinë që ju do të vlerësonit, që kanë arritur një farë standardi? Në mendimin tim është punëtorët, unë pëj quj si punëtorët më të më janë në fshatrat e Korçës, në Divjak dhe në fshatrat e Peshkopis, pastaj vjen Postripa Shkodrës, pastaj tjerët janë aty. Me përpjekje. Pas mi vinë keq këtyre kultivusve të serave të fjere Berat që janë Ajpelgu, po si punëtor që janë, si me thanë, punëtor të fuqishëm, të lidhur me bujqësinë dhe që nuk lanë as një centim nga tokave që kanë pa mjell, këto janë. Po kultivojnë shqiptarë, po themi ato kulturat autoktone, ka ndërgjithësim, si ju thavë që jeni të Po, nga ka parë? ndërgjithësim, ka dhe kërkesë. Tani, duhet mirë kuptojmë. Kush është diferenca? Janë në shije, apo diferenca në sasi që prodhojnë? Se kur të bësh biznes, logika është që të intereson edhe sasi, apo? Sa po kisha marrë revanchin për të treguar. Në qoftë se mjellim një hektar me misër, hibrid, dhe marrim 120 kuntal për hektar, ne kemi një fitim prej 3 milion lek vjetra, 3.000 euro vit fitim. Ati i shërben gjithë vitin. Aman, në qoftë se dhe marrim 120 kuntal për hektar ose 12 ton për hektar. Në qoftë se marrim një misër Sulova, që është shumë i mirë dhe një projekt, si që thash, tipikal po punon në pjesën e Sulovës, aty për te i Cerrikut, si me thonë, ai pelgu aty, Sulov quhet, po punojnë për te. Ai në maksimumin në vetë jetë 3.5 dhe në 4 ton për hektar. Dhe kur flasim për biznes të marfill, tu del me humbje. Nuk vje shteti me ta pagu. Ama, kur ne themi që duhem bajmë ballokume, dhe prandaj kemi ballokume si gurabia kota, nuk i hanë ma njeri, sepse mungon misri Sulovës. Në qoftë se do të bajmë një buk misri Sulovës, të lash thajt, thu s'du këta mishrat, leri se po haj qik buk misri me shlirë, se viher tjetër ha mishin. Pra, në këtë sens ja vlen, po kështu domatja ka shijen, është lëngzuar, është aja domatja hershme, pra, ne kemi domatën Sanjolas, Tirana, Zemërkao, ato qërshiglat e vogla, kemi tana llojet i kena, dhe këto biznese, për të mos u lanë emra në emisionin të ujmë publicitet, por janë dikun 8 biznese në rajonin e Peshkopis aktualisht, me bulqiz, me Peshkopi vetë, dhe sepse atyja përqëndru edhe projekti, një iniciative Gizit, dhe në Tiranë me Rethina, shkon të në Gramsh në fakt, sa mund që të Gramsh e Rethina e Tiranës, por në Durrës edhe këtu janë edhe këtu një 10 biznese të cilat me seriozitetin më të madh, në këto momente që flasin janë duke prit fidanin, i cili është mbjell fara, shpërgadit fidani dhe do të shpërndahen. Jam pjesë e tillë dhe jam... Një mirë. Pyetjet fundit, ka diskutime se si duhet shpërndahen parat tek fermerët për t'i mbështetur, se çdo kund botë, pra po themi bujqësia është një sektor që ka nevojë për subvencione, është element shumë i rëndësishëm, edhe në vende më zhvilluara, Franca dhe vende tjera. Është më mirë të krijojmë një bankë agrare, apo du të gjejmë në një skem tjetër, apo skema ekzistuese? Çfarë do ishte një zgjidhje e mirë për dërguar para? Përsëri e kam problemin me bazën, jemi bazën gabim. Asnjë ministër i shqiptar që ka ikë, që është, që do vi, nuk më kallëzon sa fermer kemi. Unë duhet me qenë regjistri i fermerit nga fillimi në fund. A është nipti element? Ja, se jo gjithë mund jenë të regjistra, po? Nipti është si tatim, si drejtori e bujqësisë, ne shpikim gjana burr, kemi pika. E ka edhe turp me i thonë, shku për shkën të pika. Përdorin të plaka traf pika. Pika informacione, se që i thonë. Ne duhet kemi regjistrin. Zev Gjeta jeton në këtë vend dhe ka 1.2 hektar tokë. Duhet me më kallëzu këtë vetëm me më qu një SMS, ku më konfirmon, ose një foto, ose të dyja bashkë më konfirmon. Gjysëm me hektari është me misër, gjysëm fasule, pa ja fuskot, pa thjesht saj. Dhe i mlell gjitha këto dhe thëmë, ke do ndihmoj këtë, si ishte gruri vjeta par vjet, që ishte problemi malë kur filloi lufta në Ukrainë, kush ka mbjell grur, të del baza në Excel dhe ndihmon shumë kollaj. Dhe duhet me ndihmu, dhe unë kuptoj që më ndihmon Ministri i Bujqësisë kur nga 1% që është 35 vjet dedikuar nga GDP-ja për bujqësinë, të më shkoj 2, 3, 4, sa që di 10 që më u zhvillu, me dash më u zhvillu. Por kur më thot me 1%, këta shifrat pastaj milion euro... Premtimet janë deri në 5%. Nuk më... Po them pra, po, kur jemi te 1% mus në më në kur gja për bujqësi. Më vje keq që e thëmë, po nuk më bën ndryshimin në bujqësi. Betë bujqësia aty ku është. Profesor, më bete të falenderoj për këtë bashkëbisedim. Falenderit ju.
Shikues të televizionit Skan, pak minuta publicitet për të rikthyer sërish në pjesën e tretë. Jemi njohur me premtimet e partive politike në këtë fushatë elektorale, për sa i përket bujqësisë, premtimet që ato kishin për taksa, për mbështetje, për rritjet e eksporteve, por gjithashtu edhe disa premtime, po themi paksa pikante, që kishin bërë në programet e tyre që janë shpalosur dhe po prezantohen tashmë me ata që janë votuesit e datës 11 maj. Por tashmë jemi në momentin kur do të lidhemi me dhomën tjetër të Election Room, ku kolegja ime Gjorgjina Deta do të na sjellë statistika interesante si çdo mbrëmje këtë herë për sa përket fermerëve dhe për sa përket bujqësisë. Gjorgjina, mirëmbrëma. Krishtik, mirëmbrëma, mirë se u gjej. Interesant është fakti që sërish partitë politike adresojnë mesazhe në kategori të caktuara këtë herë. Kemi zgjedhur edhe ne në Election Room të ndalemi tek bujqësia dhe tek fermerët. Sa pesh në zonë fermerët, po themi, në elektorat, do doja ta dija nga ti në fakt. Kur flasim për premtime elektorale, Krishtik, sigurisht do të marrim konsiderat elektoratit që ato i drejtohen. Dhe në këtë rast, ashtu siç folëm për diasporën, mbrëmjen e dieshme apo për tema të tjera që kemi trajtuar deri më tani në Election Room, edhe për bujqësinë, pra janë një numër i caktuar konsiderueshëm dhe ka një potencial të madh sa i përket pra jo vetëm popullsisë së vendit, jo vetëm kontributit që japin në sektorin e bujqësisë, por gjithashtu edhe në këtë rast në vota. Përmes disa llogaritjeve referuar gjithmonë të dhëna zyrtare nga Instituti i Statistikave, censi të vitit 2023 Krishtik rezulton që numri i popullsisë në zona rurale vlerësohet në 1.1 milion banor. Unë dua të theksoj që këto janë për llogaritje të kryera nga Scanintel, pasi censi nuk i ndan në fakt në zona rurale dhe zona urbane, sa i përket të dhënave të vitit 2023. Megjithatë, me një shifër të përafërt mund të themi edhe nga studimet të Bankës Botërore, në fakt mund të themi se në Shqipëri mbi 40% e popullsisë jeton në zona rurale, edhe pse në një 10 vjeçar, në një periudhë kohore 10 vjeçare, numri ka rënë ndjeshëm, vlen ta theksojmë. Megjithatë, në këtë kontekst, duke u nisur nga një përllogaritje, një projekcion i thjesht nisur nga shifrat që tregon censi pra në 2.4 milion ku 1.9% janë me të drejtë vote, që i bie rreth 80%, qofse nisemi me këtë projekcion, me këtë vlerë, rezulton se gati 880.000 persona që jetojnë në zonat rurale janë me të drejtë vote. Çka vlen të theksojmë ka një peshë goxha të konsiderueshme sa i përket pra ditës së votimeve dhe votës që ato do të hedhin. Nga ana tjetër, për të patur një shifër më të saktë, le të themi, janë fermerë të pajisur me NIP që regjistrohen në rreth 97.000, që edhe në këtë rast ka një peshë konsiderueshme. Dhe nëse bëjmë një përllogaritje ku mesatarisht një mandat deputeti kërkon rreth 13.000 vota, mund të themi se vetëm nga fermerët mund të dalin rreth 7 mandate, le të themi, sa i përket pra kësaj shifre. Sigurisht që personat që jetojnë në zonat rurale, fermerët nga ana tjetër, jo vetëm në numra, po kanë atë rëndësinë e tyre, pasi tregojnë atë Shqipërinë e vërtet, atë Shqipërinë që prodhojnë për ne dhe në fund të ditës pra mbushin tryezat tona gjithmonë, nëse flasim për produktet made in Albania duke anashkaluar varësinë nga importi. Në grafikun e dytë, Krishtik, ashtu siç ne kemi bërë edhe më herët, shohim që unë kam marrë 2 premtime. Ne më herët kemi trajtuar premtimin e Partisë Demokratike sa i përket ullive, ku e sollëm ndryshe pra këtë shifër për të parë se si varionin shifrat në një sasi përfaqe do të arrinte pra të dhëna e parë ky premtim në një këndvështrim më ndryshe. Këtë herë unë kam zgjedhur 2 premtime të Partisë Socialiste për të parë pra atë dinamikën tjetër, atë anën e medaljes së premtimit. Dhe shohim që ndër premtimet e Partisë Socialiste kemi 1.000 bujtina deri në vitin 2023. Pra ky është premtimi deri në vitin 2030. Po, deri në vitin 2030, më falni, nga 260 pra në 1.000, çka tregon se do duhet të shtohen rreth 740 njësi të reja deri në vitin 2030, çka ky premtim do të krijojë vende të reja pune për gratë të rinj. Sa njësi korespondon një bashkie? Atëherë, nga 740 njësi, pra dhe 60 bashki që ne kemi, shohim që mesatarisht mund të hapen 12 agroturizma për bashki, pra 12 njësi biznesi që operojnë në agroturizm për bashki, e thënë një shpërndarje të barabartë gjeografike. Nëse çdo agroturizm, Krishtik, punson mesatarisht 5 veta, shohim edhe ndikimin që do të ketë në tregun e punës, rezulton se mund të hapen rreth 3700 vende të reja pune kështu. Ndërkohë nga ana tjetër, unë kam vendosur ta quaj Shqipëria në garë me kohën, jo vetëm në këtë premtim, por edhe në premtimet e tjera, për të parë pra se në qoftë se
partit respektive të cilët kanë bërë premtime që ne kemi analizuar pra në studion e Election Room, si do t'jenë në garë me kohën qoftë se fitojnë zgjedhjet dhe për një mandat 4 vjeçar sa të realizueshëm mund duken këto premtime, sepse elementi kohë është vërtet një element i rëndësishëm. Atëherë mund të hapej një agroturizëm çdo 3 ditë, pra nëse flasim gjithmonë për 741 stik Kreshnik. Ndërkohë nga ana tjetër, unë kam sjell edhe një grafik tjetër i cili lidhet po ashtu me një pikë goxha dhe me një premtim goxha të rëndësishëm sa i përket premtimeve në fushën e bujqësisë. Një premtim tjetër i Partisë Socialiste lidhet me rritjen e produkteve bujqësore dhe nga ana tjetër rritjen e eksporteve, duke marrë në konsiderat që varësia e Shqipërisë ndaj importeve është goxha e lartë, kështu që ne do duhem të kemi produktet tona konkurruese që konkurrojnë me tregje të reja, konkurrojnë ndjeshëm vendet e rajonit, shka deri më tani nuk duket se ka qenë në favorin ton. Atëherë, frutat, ullinjt, peshku në garë për 1 miliard euro eksporte thuhet në premtimin e Partisë Socialiste dhe unë kam zgjedhur që secili nga këto grupe, pra qoftë frutat, qoftë zarzavatet apo perimet, qoftë ullinjt. Ke zgjedhur produktet që kanë potencial të lartë eksporti? Po, kam zgjedhur produktet që kanë potencial të lartë eksporti dhe jam referuar një analize që Scanintel ka bërë disa ditë më përpara ku vlerëson se sa kushton, pra sa vlerë kanë eksportet shqiptare duke bërë një përllogaritje sa i përket vlerës që eksportohen edhe peshës që ato zonë për të parë pra sa peshojnë, e thënë kështu. Dhe çmimi mesatar, nëse marrim pra domatet, çmimi mesatar vlerësohet në 0,6 euro për kilogram, çka do të thotë se në total pra për të arritur 1 miliard euro eksporte të këtij produkti do duheshin 1,67 miliard kilogram domate. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse supozojmë që një ark peshon 10 kilogram, do duheshin kështu 166 milion arka domate Kreshnik. Të njëjtën gjë mund të bëjmë me mollët ku sipas analizës së Scanintel çmimi mesatar i eksportit për këtë produkt vlerësohet në 1,3 euro për kilogram, çka do duheshin rreth 769 milion kilogram mollë për të arritur pra këtë nivel 1 miliard euro. Sigurisht që premtimi është për të gjitha grupet. Për të gjitha grupet, megjithatë unë kam zgjedhur të sjell në këtë mënyrë për të parë atë potencialin e vërtet që ka edhe mundësinë. Nëse ne do të fokusoheshim në një kulturë bujqësore për të arritur këtë objektiv. Po, nëse do fokusoheshim vetëm në një kulturë për të treguar disi atë mundimin që me të cilin fermerët shqiptar përballen dita ditës. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse marrim ullinjt, pra çmimi mesatar i eksportit të vajt ullirit është 5 euro për litër, pra vaj rifugjo që nxirret jashtë Shqipërisë. Dhe 1 miliard euro do të arrinim në 200 milion litra vaj ulliri. 200 milion litra vaj ulliri Kreshnik, nëse marrim llogarinë që 1 litër vaj ulliri kërkon 5 kg ullinj, mund të themi që duhet 1 miliard kilogram ullinj të freskët për të prodhuar pra nga ana tjetër 200 milion litra vaj ulliri dhe për të arritur këtë vlerën e 1 miliard eurove. Ndërkohë nga ana tjetër, peshku i cili është, dua ta theksoj ndër kategoritë, ndër grup produktet që ka vlerën më të shtrenjtë sa i përket pra çmimit për kilogram. Dhe shohim që çmimi mesatar i eksportit llogaritet në 8 euro, ku për 1 miliard euro do duheshin rreth 150 milion kilogram peshk që për 4 vite do duheshin të nxjerreshin 102 kilogram peshk në ditë. Pra pak a shumë. Kjo fundi duket sigurisht më e realizueshëm. Po, nëse peshkatarët do të kishin ditën e tyre me fat, mendoj që mund të ishte më e realizueshme. Pak a shumë pra këto janë premtime të sjella një për një për t'i parë një këndvështrim ndryshe dhe për të kuptuar atë dinamikën në fund të ditës se si lëvizin pra shifra dhe sa të arritshme mund të jenë pra këto premtime elektorale gjithmonë në fushën e bujqësisë. Dorxhina, të falenderoj për këto statistika interesante që plotësojnë patjetër gjithë atë panoramën e premtimeve që kanë bërë subjektet politike. Faleminderit ju. Shikues televizorin Skan, afrimi fushatës zgjedhore ka prodhuar patjetër një intensifikim të aktiviteteve, ka nisur gjatë kësaj jave të ketë një numër të shtuar të aktiviteteve elektorale, do ju ftoj të ndiqni aktivitetet që kanë pasur sot Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe subjektet e tjera politike. Si sektor i veçantë, do të subvencionojmë çdo përpjekje tuaj për mbledhje, për kultivimin
për mbledhjen, për grumbullimin, për përpunimin dhe për eksportin. Ju garantoj se do t'je një sektor me përparësi absolute. Kjo përputhet 100% me filozofin dorë Made in Albania, prodhimi shqiptar. Sepse ne këtë Made in Albania e konsiderojmë leven e Arkimedit për të rritë rrogat, për të rritë pensionet, për të begatuar familjet, për të rritë prodhimin, për të konsoliduar ekonominë. Si ekonomi prodhuese, ne shpallim prodhimin dhe vetëm prodhimin si udhëheqës të ekonomisë sonë. Shqipëria ka patur dhe ka institucione në këtë sektor, por ne do fuqizojmë krahas studimeve për bimt frutore, bimt e arave, krahas studimeve për bimt arrore, bimt e tjera, ne do të fuqizojmë shumë sektorin e studimeve të bimëve aromatike. Do të stimulojmë, do të angazhojmë forcat më të mira. Ekspertizën shkencore më të mirë. Ne do bëjmë gjithçka që ata që u larguan dhe që në të shumtën punojnë sektor bujësie të kthehen të punojnë sektor bujësie në Shqipëri. Të krijojmë ato subvencione, ato kushte që kanë në vendet ku punojnë, të vinë dhe të derdhin djerës në tyre në këtë vend, ndërtojnë ëndrrën e tyre në këtë vend. Biznesi i vogël pa tatim fitim do t'jetë biznesi me xhiro vjetore gjerë në 180.000 euro, nga 120.000 euro që është sot. Taksa e transferimit të pronës nga 15% në sistemin e plaçkitjes do të zbres në 2% në sistemin e lirisë ekonomike. Tatimi mbi pagat për ne do të jetë 10%. Aktualisht është 23%. Të dashur qytetar, 3 muajt e parë të qeverisës Partisë Demokratike, pagat e të gjithë rrogtarëve shqiptar, të cilat tatohen me fitimin mbi pagën, do të rriten 13%. Pra, rrogtar do të kenë një rrogë reale 13%, do të çojnë në shtëpinë e tyre 13% më shumë se sot. Dhe kjo është një rritje e paparë në 12 vite. Tatimi mbi të ardhurat jo nga paga, nga 15% që është në sistemin e plaçkitjes dhe kufizimit të lirisë ekonomike, zbret në 10%. Biznesi i vogël pa të vëshër do të jetë gjerë në 180.000 euro xhiro vjetore. Sot, mbi 100.000 euro xhiro vjetore aplikohet të vëshëja. €620 milion të kursyeera për qytetarët dhe për bizneset, vetëm nga ky transformim 1 miliard kilometra rrugtim. Vajtje, ardhje, njerëzish për të marrë dokumentat. Ose
se kjo më pëlqen, na e kanë vënë përpara si një shembull auditorët, 25.000 xhiro rreth tokës. Ata që jetojnë jashtë kanë kursyer 57 milion euro nga fakti që mund t'i marrin shërbimet nëpërmjet platformës. Dhe kjo do bëj që gjithë kjo pasuri e patundshme e gjithë familjeve të rritet në mënyrë shumë të ndjeshme, duke i bërë shumë më të forta themelet e kërkesave për kredi etj. Po ndërkohë rritet dhe numri i atyre që duan të dalin nga shtëpitë, duan të ndërtojnë një jetë të tyren edhe të kenë një shtëpi të tyren, kështu që për këtë arsye, siç u tha pak më parë, ne kemi një program shumë ambicioz për çështjen e strehimit, me disa element, dhe duan të vendosim një shumë të konsiderueshme si asnjëherë më parë. Tani më kemi dhe një eksperiencë goxha të vyer me gjithë procesin e rindërtimit, për të adresuar në këtë rrugë të këtë gjysmë të dytë të kësaj dekade, kërkesa, nevoja për rreth 50.000 familje, për 50.000 dyer, po themi çelësa, sepse nuk hyn vetëm familjet, por janë edhe studentët, janë edhe profesionistët e rinj, kështu që kam shumë besim që do kemi një impakt të rëndësishëm me këtë projekt. Ne kemi sot një buxhet të mbrojtjes sociale që ka arritur në thuajse 300 milion euro. Është një rritje shumë e madhe, por keni parasysh që kur ne morëm detyrën, kishim mbi 100.000 familje në ndihmë ekonomike. Sot numri i tyre ka rënë në afro 50.000, ndërkohë që fondi për ndihmën ekonomike është dyfishuar. Pra, për gjysmën e familjeve në ndihmë ekonomike, ne kemi vënë dispozicion dyfishin e fondit. Se këto janë fakte të thjeshta dhe të qarta. Me hyrjen në Bashkimin Evropian na krijohet një mundësi e re shumë e madhe, sepse përveç gjithë atjerave, menjëherë ne përfitojmë një buxhet ekstra. Çfarë do të thonë buxhet ekstra? Bashkimi Evropian është një familje shtetesh. Ka të mëdhej, të fortë, të rritur, ka më të vegjël, më të dobët në zhvillime sipër. Mirë që erdhen me beton. Me rrugën e Arbërit e me tunelin e Murrizit u bot pjesë e Tiranës. Tashti edhe rruga për dalë në Pogradec në poshtë Keliqeni, prap nga këtu atje. Tash çfarë të bëjmë më shumë? Dhe mundohemi të hapim kontribut deri në vdekje. Se kur punon qeveria dhe ne duhet të organizohemi. Vibra është grua. Shqipëria është grua. Edhe Europa është grua. Dhe mua personalisht nuk ka asgjë që më bën më shumë krenar si kryetari i Partisë Socialiste, se sa fakti që kjo forcë mbështetjen më të madhe dhe themelin e vetë më të fortë ka gratë dhe ka vajzat në gjithë Shqipërinë. Parafityroni, në të gjithë Shqipërinë, Partinë Socialiste e mbështesin 56% e grave dhe vajzat. Shikues e televizionit Skan bashkë këtu ndami, unë do të lëj në shoqërinë e kolegës tim Elizabeta Dosku, që do sjellë profilet e dy kandidaturave të këtyre zgjedhjeve.
Shikues të televizionit Skan, mirëmbrëma, takohemi së bashku tek kandidati për t'u njohur me profilin e prurjeve të reja që kandidojnë në këto zgjedhje të 11 majit 2025. E kemi nisur karrierën së bashku, ndoshta përpara 2 dekadash, sot mund të ishim në të njëjtën zyrë apo konkurrent, por në fakt ai ka zgjedhur që ta lërë angazhimin e tij të plot në gazetari për t'ju dedikuar shërbimit publik. Kam në studio zotin Erald Kapri, kandidat i Partisë Mundësia në Tiranë. Është kënaqësi, Erald. Faleminderit për ftesën. Unë e thash pak më parë, vjen nga një background i mirëfillt gazetaresk. Ti e ke nisur në 2006, unë në 2007, si ka qenë ky rrugtim deri këtu sot? Po kur hedhët prapa ka qenë i vështirë, me plot sfida. Ka qenë dhe kohë të tjera. Në fakt, më mbaj mend që kur e kemi nisur bashkë në ato vite, shtypi shkruar vazhdon të ishte goxha i rëndësishëm. Dhe unë mbaj mend që mbarova vitin e parë të universitetit për gazetari, dhe punoja edhe kamarier për të mbajtur veten dhe familjen. Dhe gjeta një mundësi për të nisur te Gazeta Metropol. Edhe shkova atje dhe takova kryeredaktorin, ka qenë Sami Neza. E Sami u tha, kemi një vend për reporter ekonomie, po ke 2 javë kohë të më tregosh nëse e bën ose se bën, se s'kam kohë të humbas. Kështu që hajde provoj një herë. Për aq kohë duhet tregoje veten. Po. Vajta i thash pronarit ku punoja që do le punën, e lash punën më një herë te kamarierit, edhe nesër me vajta te gazeta dhe nisa punën. E fillova të punoj. Edhe po shikoja që ditët po kalonin, kaloi më shumë se një muaj e gjysmë, edhe kryeredaktori nuk po më thoshte që çfarë do bënte. Edhe unë po prisja. Dhe më thret pasaj në zyrë dhe më thotë që do paguash për gjitha ditët që ke qenë këtu, më caktoj dhe rrogën, edhe një tarif telefonit, sepse telefonat ishin shumë të shtrenjtë atëherë. Numrat me 20 famshëm. Numrat me 20 të famshëm. Dhe më kam të njëjtin numër që mora atëherë, sepse kalova në emrin tim. Dhe më mend që rroga ime e parë në gazetari ka qenë 250.000 lekë. Si rroga e gjithëve ne. Po, për atëherë prap konsideroj deri ku një rrogë për fillim ishte mirë, por kështë diçka tjetër që unë fitoja më shumë si kamarier. Edhe mbaj mend që pata shumë të vështirë. Për sa kohë ke punuar kamarier? Po, disa vite, mbaj mend që nga viti i parë i gjimnazit. Nga viti i parë i gjimnazit? Deri në vitin e parë të fakultetit, apo? Po, kryesisht verave po edhe gjatë dimrit kishte gjithmonë mbare që punoja fundjaveve ose pasditeve. Edhe si ishte ky kapërcimi nga një profesion një kamarier, tek gazetaria, tek redaksitë e lajmeve në atë kohë, redaksitë e gazetave që ishin shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme. Dhe ne ishim shumë të vegjël. Mendoj se ka qenë natyrshëm, se unë vija nga viti parë i shkollës në gazetari, e doja këtë gjë shumë, edhe mezi prisa të më jepte mundësia, më dha kjo mundësi dhe pasaj nisa të shkëlqej pak në shtypin e shkruar. Dhe mbaj mend që i lëvisja media çdo një vit. Pra, bëra një vit e Metropoli, kam ardhur këtu disa muaj. Ke punuar edhe në Skan? Edhe në Skan, po kishte emër tjetër atëherë. Dikur ka qenë emër tjetër, po Mediaset. Dhe pasaj lëviza 2 vjet tek Standardi, 1 vit e gjysmë tek Panorama, domethënë te Panorama praktikisht jam diplomuar si student i gazetarisë. Eksperienca që të kanë shërbyer, besoj, shumë. Po shumë. E para njëherë ideja e punës, domethënë jo vetëm profesioni gazetari, që është profesioni vështirë, së mos e shtypi shkruar. Shumë vështirë. Dhe ekonomia është sektor pak specifik. Edhe ekonomia, patjetër, po që pasioni dhe dëshira për t'ja dalë, më mbajti mbi gjithë shka, dhe mbaj mend që punonim nga mëngjesi në darkë, derisa printonim gazetën në 12 të natës, ndiqja faqet e mia, ndiqja çdo detaj. Dhe kur kishte zgjedhje dhe deri në 2, në 3, apo ku vën buxhet, nuk e llogaris. Që gëzije në për nuk e llogaris. Redaksi. Patjetër, ose kur ndodhte në një ngjarje me veçantë që duhet shkoje ku të më përmbytet në Shkodër, mbaj mend që kam qëndruar disa ditë që bëja reportazh ose raportoja. Kështu që, domethënë, po më kanë rritur si njeri. Domethënë, ato ishin vite të cilat mua më rritën shumë. Mbaj mend që e kam shtyr me 1 vit diplomimin e universitetit, vetëm sepse s'kisha kohë që shumë lënë të ndiqja, për shkak se isha angazhuar pothuajse 100% në punë. Por ja vleti sigurisht. Ja ka vletur sigurisht, po pse ke vendosur që të shkëputesh, le të themi, nga angazhimi total? Unë nuk besoj se ne gazetarët shkëputemi gjithmonë nga gazetaria, e kemi shpirtin aty, por nga angazhimi total për të kandiduar për që në parlament 4 vitet e ardhshme. Dëgjoj, edhe gazetaria dhe politika janë në shërbim ndaj publikut, sigurisht në këndvështrime të ndryshme. Nuk bëjnë dot pa njëra tjetrën. Do të thënë janë të lidhura
pashmangshmërisht me njëra tjetrën. Unë që marrë dhe me gazetari politike ekonomike, di që sa afër je politikës, pra edhe si gazetar ndikon në politikë bërje, por duke qenë në politikë mund të ndikosh drejt për drejt. Për mua politika ka qenë thjesht një pasion, për një vokacion, kështu që e mirëprita me një ftesën e Agronit për të bërë pjesë ndërthemeluese të Partisë Mundësia dhe tani si i dyti në listën e Tiranës. Pra, ishte një moment i natyrshëm dhe mendoj që do jetë i suksesshëm deri në fund. Edhe i ke shërbyer disi vitet e fundit, ke qenë i përfshirë në jetën politike. Patjetër, domethënë jo thjesht si pedagog në Fakultetin e Gazetarisë, por edhe në të gjitha projektet që unë jam marrë, veçanërisht me Fondacionin Kujto, që mbështetet nga Agroni, që jemi marrë shumë me pjesën e kujtesës në Shqipëri, pra jemi marrë shumë me denoncimin e krimeve të komunizmit, me bërjen e dokumentareve, nxjerrjeve të vërtetës për sa i përket kaluarës së komunizmit, që merren shumë pak në Shqipëri, parme me kthimin e drejtësisë, ka qenë një pjesë vokacion, por edhe me studimet e mia në fushën e historisë, dhe ky është një pasion tjetër që e ke zhvilluar përgjatë rrugës. Se kam ndarë asnjëherë. Se ke ndarë. Unë pata fatin që në 2012 të fitoja një bursë nga Shteti Britanik për të bërë studimet master në Londër. Shkova atje dhe krahas studimeve ditën, çdo orë të lirë shkoja nëpër arkivat e ndryshme në Londër, që janë shumë dhe nga më të mëdhajat në botë. Miralde, mendove ndonjëherë që do rrije në Britani? Unë e di që ajo bursë që ke marrë ti duhet të kthehesh të japësh kontributin në vendin tënd. Por gjithsesi, atë tërhoqi ideja që ti mund të shkoje dhe mund të kontribuoje atje, sepse format dhe mënyrat gjenden edhe pasi kthehesh në Shqipëri. Ishte një moment, jo, nuk po them që ishte një moment, arrita të përfundoj studimet shumë mirë dhe disa prej pedagogët më propozuan atje që të ndiqja një program doktorature të financuar, mbi studime të veçanta për televizionin, po mora vendimin për jo. Pra, sepse dhe ajo dhe ishte një jetë që du të merre një vendim që du të rije gjithmonë në jetën universitare. Kisha ëndra për të rikthyer, pra kisha shkuar në Britani për të rikthyer, me idenë që do rikthehem. Dhe nuk e mendova 2 herë. Dhe nuk u tundova? Nuk u tundova. Megjithse gjithmonë e kam pasur si një lloj opsioni që ndoshta mund të rikthehem atje për studime doktorale, ose për të përfshirjen edhe në akademike, por nuk besoj se do ndodhi. Cila do t'jetë kauza jote në parlament? Do ke një kauzë që do t'a mbrosh për gjatë gjithë kohës tënde kur të marrësh atë mandat deputeti, që unë uroj dhe shpresoj t'a marrësh? Po, e para një, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa ti je një deputet në opozitë. Shumë e rëndësishme kjo. Dhe aq më tepër të vish nga një jetë ku je bërë vetë dhe e mësuar të thuash të vërtetën. Pra, unë do them të vërtetën. Ma nuk më shtrëngon askush, nuk i detyrohem askujt, dhe jam njeri i lirë dhe kjo për mua është shumë e rëndësishme. Dëshiroj të merrem shumë me kauzën e drejtësisë, për mua është thelbësore kjo gjë. Ne kemi edhe një program që duhet të mbyllim të shpërblimin e prindërve politik, të merrem më shumë me të kaluarën komuniste, dhe do jetë një zëri im në parlament dhe vokacion për të arritur të bëjnë një ligj të paktën për memorien, në mënyrë që të kemi më shumë studim në shkollat së mos gjimnaze për të kaluarën komuniste, të gjejmë eshtrat e të humburve, sepse janë afërsisht 6.000 që familjarët i presin ende, por edhe shumë aspekte tjera që kanë të bëjnë me këtë kaos, e cila është lënë në harres, është lënë aty në hije, dhe besoj se do ishte një gjë e madhe sikur të arria me propozimin tim në parlament që të kemi një datë kombëtare të kujtimit të viktimave të komunizmit. Mendoj që kjo do jetë një nga gjërat që unë mund ta bëj në parlament. Ne si gazetar në fakt e bëjmë opozitën edhe nga kompjuteri, edhe nga televizionet dhe gazetat dhe kemi bërë gjithmonë. Këtë gjë besoj do bësh dhe në parlament. Çfarë mendon që nuk shkon aktualisht në këtë vend që duhet ndryshuar? Elizabeta është i kapur. Ky vend është i kapur, ky është problemi. Pra, ne mund të kesh 10 deputet opozitar në parlament, por që janë në mec. Sepse janë të kapur. Nuk flasin. Pra duhet japim më shumë zë parlamentit. Po që aty duhet nisi. Pra ti do të thuash të vërtetën aty. Askush nuk flet për shembull për kapjen e ekonomisë. Ne nga tezat kryesore që ne themi është pikërisht kapja e ekonomisë. Ekonomia është e monopolizuar, nuk mund të ketë zhvillim kështu. Dhe ne jemi të vetmit në politikë që themi për një shtet vogël, ndërkohë që të gjithë thonë që me shtetin do të zgjidhen të gjitha hallet e njerëzve, ne themi jo, shteti është problemi, duhet ta reduktojmë, ta ulim, të kursejmë para publike që t'i përdorim në fusha të tjera të jetës, cilat janë më të nevojshme, se sa të mbajmë një administratë që është gati 200.000 njerëz, dhe Shqipëria ka administratën më të fryrë në të gjithë Evropën. E kuptova. Tani, pyetja ime është fati im, avantazhi im në këtë rast është unë të njoh përpara.
Ti e nga Pogradeci, ke jetuar deri 14 vjeç në Pogradec, që është një moshë e rëndësishme dhe konsiderueshme që ka ndikuar në formimin tënd. Patjetër. Si ke zgjedhur të kandidosh në Tiranë dhe jo në Pogradec? A nuk ke ndonjë kujtim, memorie që do duhet ta ndryshoje në atë vend posaçërisht? Tani po ta vëm në peshore, unë kam jetuar më shumë në Tiranë se në Pogradec. Po. Pra 14 vjet në Pogradec, kam 23 vite këtu. Po. Patjetër, kam njerëz të mi atje shumë, pavarësisht prindit i kam në Tiranë, por xhallar, teze vazhdojnë jetojnë akoma në Pogradec, jam ende i lidhur me Pogradecin. Ishte një ide që edhe unë mund të kandidoja në qarkun e Korçës, por morë dhe një vendim kolektiv që të kandidoja në Tiranë. Në fundit Tirana tashmë u takon të gjithëve, është kryeqyteti jonë dhe nuk ka ndonjë lloj ndikimi se nga je ose kush je. Tirana tashmë përfaqëson të gjithë shqiptarët. Por dëgjoj, e kam pasur gjithmonë një lloj dëshire që të kontribuoj shumë për vendlindjen. Edhe larg kamrave dhe vëmendjeve, unë kam kontribuar sa kam mundur. E mund të tregoj një rast. Para 4 vitesh, edhe me ndihmën e Agronit, arrita të gjeja 60 kompjutra dhe i shpërndava në për shkollat e mesme dhe 8 vjeçare të Pogradecit. Pra e ke dhe kontributin në një formë. Nuk kishin laborator kompjutrash, edhe pse kishin shumë për. Megjithatë pavarësisht se ku kandidon, sigurisht që kontributin tënd do ta japësh për gjithë vendin, se në parlament pastaj ligjet bëhen në tërësi, nuk është se bëhen për një qark të veçantë. Patjetër. Megjithatë jam kurioze se çfarë mendimi kanë pasur prindrit e tu për këtë, sepse prindrit zakonisht janë edhe më fan sa të vendlindjes të zonës ku vinë. Sigurisht që ata do të preferonin që të kandidoja në Korçë, në të pamjen e parë, sepse kemi më shumë njerëz ande kemi. Ti ndihmojmë më shumë. Mund të ndihmojmë edhe më. Por edhe të ndihmohesh më shumë. Por jo, pastaj sigurisht që e mirëpritën vendimin. Për ta ishte ndoshta edhe një vendim paksa i vështirë në kuptimin a duhet ose jo të përfshirë direkt në politikë, sepse të dy prindërit e mi kanë pasur një jetë shumë të vështirë. Ne vim nga një familje për ndjekur politike ku të dy ata janë me arsim 8 vjeçar, sepse nuk i la diktatura të shkollohen. Po imagjino pastaj pas 19-ave se sa e vështirë ishte të punoje në tranzicion pa pasur një kualifikim. Dhe nga politika kanë vuajtur të dy shumë. Por arrin të kuptojnë të gjë që duhet vokacion në politikë për ndryshuar gjërat, pra ti nuk mund të rish i heshtur. Dhe e kanë mirëpritur gjithë angazhimin tim, veçanërisht për pjesën e të kaluarës. Të mbështetën, pavarësisht të kaluarës së tyre, të mbështetën në këtë rrugtim. Gjithmonë ka një dyshim të tillë që a është mirë as është mirë, se është kjo shqetësimi i prindit. Jo, asnjëherë. Unë thash e mirëprita që kur bëm bisedën e parë me Agronin që duhet të themelojmë një forcë re politike, një alternativë tjetër të djathtë në Shqipëri, kam thënë direkt po. Je gati për këtë terrenin e vështirë të politikës, apo nuk është kaq i vështirë sa gazetaria, se jemi trajnuar në këtë drejtim? Po jo, janë të vështira të dyja, por unë mendoj se do qëndroj me bindjet dhe idealet e mia. Domethënë, nuk ka çfarë më bëjnë mua, çfarë do më sulmojnë mua, ose kam ndonjëherë punë publike ose të ngatruar. Politika është e paparashikueshme gjithmonë, ëh? Këtë e dim. Ne që e di që është kjo puna e të bërit pis ose e sulmeve që mund të ekzistojnë. Është e paparashikueshme. Por i kam marrë përsipër edhe sikur të bëjnë, nuk më bezisin, sepse e di se çfarë vetë përfaqësoj dhe nga çfarë rënjesh vi dhe çfarë kam bërë, domethënë çfarë do kapen me mua. Familja jote e vogël që ke krijuar, sa ndikim ka në këtë zgjedhje dhe në këtë rrugtim që do ndjekësh? Më shumë ata. Djali për shembull ende nuk e kupton pse unë po vi kaq vonë në shtëpi. Dhe ishte mësuar gjithmonë që para orës 9 që flinim, ai më tregonte një histori, unë i tregoj një histori dhe pastaj flem në orën 9. Tani që unë shkoj dhe në mesnatë në shtëpi, e shoh zgjuar se thotë duhet të vazhdojmë të tregojmë historitë. Dhe kjo është shqetësimi vetëm sepse mezi çohet në mëngjes për në kopësh pastaj, sepse ende nuk e pranon këtë lloj realiteti dhe po të paktën do bëjmë një sakrificë si familje edhe një muaj që kemi, kështu që e kemi marrë përsipër. Pastaj bashkëshortja sigurisht ka dhënë mbështetjen e maksimale, e përjeton dhe ajo ngjarjet e ditës, konsultohemi shpesh për çdo gjë, veçanërisht në mbrëmje, apo edhe përmes ideve të ndryshme se çfarë mund të bëjmë në fushat ose për të folur për çështje të cilat prekin njerëzit. E ke dhe më të thjesht duke qenë se vjen nga fusha e medias dhe konsultat janë më produktive në këtë drejtim, edhe nga ana e bashkëshortes. Po, gjithsesi thelbi është që, domethënë, në politikë është shumë e rëndësishme të qëndrosh ashtu siç hyn. Pra, nëse ti u qëndron disa çështjeve, do të vazhdosh të qëndrosh këtyre çështjeve, do të jesh me këmbë në tokë.
shumë rëndësishme t'jesh me këmbë. Dhe besoj, pra, kjo është arsyeja pse duhet të të votojnë ty? Po. Ajo është figura më e re në listat e Partisë Socialiste, vetëm 20 vjeçe dhe me një energji të jashtëzakonshme në këtë fushat. Kam kënaqësinë të kem Kejsi Elezi, deputete në qarkun e Tiranës, Bashkia Kamës. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si ndjesh të jesh 20 vjeçe? Cila është jeta jote përpara këtij kandidimi? Atëherë, jeta ime një studentore, e vitit 2 bachelor në Fakultetin Ekonomisë të Universitetit Tiranës, një jetë e thjesht normale studentore, me projekte detyra shumë e lirshme, shumë sociale me njerëzit, ndërmarrëse shumë projekteve, në shumë klubet ndryshme debati, pjesë e projekteve pilote që u bën kur unë isha pak më e vogël, si këndvështrimi im, deputet për një ditë që u zhvillua në parlamentin në Kuvendin e Shqipërisë, ndjes, dhe kështu, kjo është Kejsi, jeta Kejsi. Çfarë të bën të hysh në politik ende pa mbaruar bachelorin? Shumë nga ne, më parë prisnim të mbaronim bachelorin që të fillonim një punë, po dhe për këtë na duhet një eksperiencë, le të themi, e vështirë për të futur në tregun e punës. Atëherë, kur mora këtë iniciativën që t'i futesha politikës, po mendoja që një 20 vjeçare mund t'ishte me të vërtet ai zëri kumbues, ajo ideja e re dhe e freskët për të lobuar për një të ardhme ndoshta më të mirë për studentët, duke qenë se shikoja që shpesh herë studentët nuk përfaqësoheshin ashtu siç duhet. Dhe rinia sidomos. Si ishte lajmi në universitetin, në fakultetin tënd, kur ti u the, le të themi, studentëve të tjerë, shokove dhe shoqeve, por dhe pedagogëve, që unë do kandidoj për deputete? Atëherë ishte diku ndoshta tek 2 ditë, mbasi kishin dalë listat e hapura, domethënë emrat e listat e hapura, dhe vazhdonte procesi mësimor dhe unë krejt rastësisht dola përpara klasës dhe i thash që shiko, kam vendosur të kandidoj për deputete në qarkun e Tiranës, përfaqësoj Bashkinë e Kamzës dhe do doja mirë kuptimin tuaj për gjitha këto gjërat e vogla që mund të hasi një problematik që mund të hasi një student në kohë fushate. Dhe çfarë thanë pedagogët, sepse nesër, në rast se ti fiton një mandat, do kesh në dorë në një farë sensi, po e vënë në thonjza fatin e tyre, si le të themi e pritën ata. Me thënë drejtën të shokuar, sepse nuk e mendonin që një student e 20 vjeçare do i hynte këtij misioni që për ata dukej vështirë. Por shumë mbështetës, me thënë të drejtën, goxha mbështetës dhe shumë ikpritës për këtë. Vetëm suksese dhe urime dhe vazhdo përpara, kemi besim tek ti. Sa besim keti tek vetja? Apo është ai besimi i një të reje? Që nuk lëkundet kollaj. Që nuk lëkundet kollaj. Ndoshta është mosha më e duhur për të pasur këtë lloj besimi, se me rritjen edhe i lëm. Patjetër. Një optimizëm shumë i madh vjen nga ana ime, me thënë drejtën, sepse mendoj veten dhe duke qenë se po bëj këtë punën e terrenit, kam marrë më shumë vetbesim, me thënë drejtën, duke takuar një grup goxha të madh të rinj që ishin mbështetje. Domethënë, fjalia e tyre ishte vazhdo Kejsi se na ke neve mbështetje, të shikojmë si përfaqësuesen tonë të denj në rrugtimin tënd. Dhe jam shumë falenderuese. Si arritet të bësh pjesë e listës, dhe pse je në listë të hapur, por kemi parasysh që është qarku më i madh, është qarku Tiranës, dhe një logo e fuqishme. Nuk është se je në një parti të vogël ku kanë kërkuar, le të themi, hyrje të reja. Je në logon më të fuqishme që është Partia Socialiste. Sa e vështirë ishte për ty, si u ndodhe në këtë listë? Atëherë, unë më përpara, si që thash, kam qenë dhe angazhuar në projekte të tjera që janë bërë në lidhje me politikën, duke qenë pjesë edhe forume verinore dhe angazhuar në çdo projekt dhe në çdo gjë të tyre, një mbështetje pa diskutim shumë e madhe edhe nga kryetari jon i bashkisë, dhe kështu nisi ky rrugtim. Ti je me origjinë nga Tirana, prej nga Tirana. Pa. Dhe ndërkohë garon, le të themi, në një zonë që është shumë gjyrshe, në Paskuqan, që shumica e popullsisë aty janë të ardhur, dhe kryesisht nga Veriu. Ndjehesh më pak e avantazhuar nga kjo gjë, apo e ndjen si avantazh, si e shikon? Shiko, si të presin ata kur troket në dyert e tyre? Të them të drejtën, ka një mikpritje të papar. Duke parë të figurën e një vajze të vogël në thonjza, që është e re dhe është angazhuar kësaj fushë, e mirëpresim, thënë të drejtën, dhe në qoftë se ato kanë bindje tjera politike, një faleminderit, të suksese, dhe domethënë ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, terreni sidomos. Ke pasur ndonjë nga ato momentet kur të kanë thënë
Po t'je shumë e re, moj qik, shto në politik ti 20 vjeç, shko rritu njëherë. Faktikisht, ka qenë një zonjë, e mbaj mend, kur i trokita nder dhe më tha, ty shumë suksese, vazhdoj këtë rrugtim, bravo të qoftë, po je shumë e re për parlament, më tha. Ishte skeptike? Po, je shumë e re për parlament. Po cila ishte përgjigja jote? I tha shumë faleminderit. Falenderoj për gjithë të mbështetje, i thashëm, po do ta vërtetojmë, i thash, na kur të dalin rezultatet e zgjedhjeve dhe kur të futem në atë kuvendin e madh dhe ta provojmë se sa vlen vërtet kjo 20 vjeçare dhe sa i bën ato që i thot. Jam kurioze si ndjehet një 20 vjeçare që është në listat e Partisë Socialiste, ku në fakt aty ka figura historike të Partisë Socialiste, të lashta, do ta quaja në thonjza, dhe i ke rival të drejt për drejt. Patjetër, shiko, është një mundësi e artë, mund të them, do me thënë që jam krah këtyre figurave, si që the ti, historike dhe të lashta, por që çdo gjenerat ka nevojë për përfaqësuesin e tij. Siç ata përfaqësojnë gjeneratën e tyre, ashtu përfaqësoj edhe unë gjeneratën time, gjeneratën e të rinjve, frymën e vendit. Ndjehesh e kompleksuar në këtë garë, shiko se ai që është rival me ty brenda llojit ka një eksperiencë shumë gjatë, është një politik, ka pjekurinë e moshës dhe të viteve, ndjehesh pak e kompleksuar nga kjo gjë? Mosha është një gjë, dakord, por nuk mendoj që ti shërbesh komunitetit dhe ti jesh angazhuar në politik të vlen mosha, se sa vlen më shumë raporti që ti ke me veten dhe morali. Do me thënë, ti mjaftot kesh atë dëshirën e madhe dhe këmbguljen që ti shërbesh këtij komuniteti dhe aty fillon. Do me thënë, çdo njeri ka filluar, ka vazhduar këtë rrugë dhe ka mësuar me këtë rrugë. Nuk lindi askush i ditur. Pra ty nuk të trëmb fare fakti që aty janë figura historike prej vitesh në PS? Jo. Dhe ndoshta të motivon që të punosh dhe akoma më shumë, akoma më fort. Të motivon. Patjetër. Çfarë mendojmë prindërit e tu për këtë rrugtim dhe kë ke pasur mbështetësin më të madh? Nuk më kanë privuar kurrë nga asnjë përgjegjësi që kam ndërmarrë as nga ky mision që sapo ndërmora. Mbështetësi më i madh pa diskutim që ka qenë babi, pasi kam një lidhje akoma më të ngushtë me të. Pra një vajzë babi. Edhe ndryshe. Po. Kanë qenë suportuesit e mi më të mëdhenj, me thënë të drejtën, dhe jepi vazhdo përpara. Pra nuk të ka thënë as babi as mami në një moment që shiko, po ti je shumë e re, piqo pak, kalo pak kohë, shiko ku do pozicionohesh. Se do të them një fjali shumë tradicionale, është ajo që e din se çfarë vajze kanë rritur. Po. E ke menduar ndonjëherë si është të jetë puna e parë deputete? Pra ti pas 4 hyn në parlament, pas disa vitesh aplikon në një kompani e kudo dhe thua, në CV-n tënde puna ime e parë është deputete. Shiko, është një privilegj. Është një privilegj goxha i madh dhe të rrit goxha vetë besimin. Ti mund të trokasësh një derë dhe atë derën pa diskutim e ke më të hapur dhe shikohesh me një sy tjetër, mendoj unë. Shikohesh me një sy tjetër. Si mendon, politika është burr apo grua? Gjinja femërore apo mashkullore? Partia Socialiste ka treguar më së miri që është grua. Ashtu siç tha dhe kryeministri që Shqipëria është grua, Europa është grua. Çdo gjë është grua me pak fjalë. Sepse gruaja është ajo që sjell jetën. Dhe kjo të jep më shumë forcë. Patjetër. Po mirë, një ndjerë e paragjykuar nga elektorati, unë e përmenda pak edhe më parë, që shumica janë, le temi, nga veriu, dhe përgjithsisht personat që janë nga veriu kanë dhe një mentalitet që në politik duan të shikojnë burra, sepse burrat janë për politik dhe gratë janë për shtëpi, dhe nga ana tjetër i ngroh pak edhe fakti që kur kandidatët janë në moshë të madhe. E ke ndjerë këtë lloj paragjykimi, ndoshta në lëkurë apo në vetëdije? Mund të them që kjo ka ndryshuar goxha, sepse të them të drejtën, jo për të lavdruar ose për të bërë qefin, me të vërtet që Partia Socialiste i ka vënë në vend dinjitetin e grave dhe të vajzave. Do me thënë, po marr një shembull që një mashkull nuk e shikon më atë fortësinë vetëm nga fiziku dhe nga ajo që përfaqëson një burr, por e shikon edhe nga intelekti që ka ajo femër, se sa e zonja është të loboj për atë kauzë që ka. Po ti si eshe, si teren të thjesht politikën, apo teren të vështirë? Të them kot që është e thjesht, nuk është e thjesht, sepse do bëm delulu pastaj, por që nuk është e thjesht, do shumë punë, shumë angazhim, por me optimizëm, çdo kush e del. Mendon që do ta kesh të vështirë edhe për faktin që do jesh një deputete e re, do jesh grua, tereni politikës është pak i vështirë, le të themi gratë vendosen në qendër të sulmeve, shpesh herë me pa të drejtë,
qoftë edhe nga të qenit grua, të qenit vajzë, i ke menduar këto, apo nuk i ke menduar? Pa tjetër që i ka menduar, janë sfida goxhat mëdhaja, por që aty, në këto sfida që do kaloj, aty do e tregoj veten, aty do e tregoj se kush është Casey dhe si dit i përgjigjet këtyre sulmeve dhe këtyre sfidave. Po si mendon se do t'i përgjigjesh nëse gjendesh përballë kësaj gjëje? Me sa kam parë, nuk nxjerr gjë në dritë, le të themi, duke ja kthyer me të njëjtën monedhë. Një rrugë e mesme që ndoshta mund të jetë, nuk po them për tolerancë diçka e tillë, po do ta shikoj me kalimin e kohës se si do ta përtyp këtë gjë. Mendon që do jesh aq e fortë sa do ta fitosh vendin tënd në parlament në këtë listë që e përmenda që është pak e vështirë dhe rivaliteti është shumë i lartë? Të thash rivaliteti brenda llojit. Të thash që jam shumë optimiste për këtë gjë. Je shumë optimiste. Sepse rinia, duke qenë se është fryma e këtij vendi, siç e përmenda edhe pak më parë, do ta japin 100% mbështetjen. Si e sheh veten në raport me kandidatët apo rivalët e partive të tjera në këtë garë? Me thënë të drejtë nuk e kam hyrë fare kësaj meseleje, si ti themi, po shikoj atë drejtimin tim dhe atë gjën time, jam shumë okay nga kjo pjesë. Vazhdoj me Casey përpara Casey, Partia Socialiste, numri 5. Çfarë të lidh me Partinë Socialiste kaq fort? Janë disa pika kyçe, po e nis që nga fillimi, gjyshi im i ndjer ka qenë themelues si Parti Socialiste në komunitetin ku unë jetoj. Babi një pasues i denjiti duke qenë kontribues shumë i madh në këtë parti dhe mbështetës shumë i madh dhe mendova pse jo unë bija atyre të përfaqësoj denjësisht ata në Kuvendin e Shqipërisë. Po mire, pas kam pasur edhe pak si luftë të tyre në ata që të shikojnë aty dhe të vazhdojnë të themi pasionin e tyre për politikën. Patjetër. Pastaj kanë qenë edhe faktet historike, me thënë të drejtën, në komunitetin tim, unë kam arritur fatmirësisht të jetoj në kohën kur Partia Socialiste hyri në fuqi. Dhe di shumë mirë ndryshimin e madh që është bërë, pavarësisht se mund të kem qenë e vogël, 8 vjeç, po sado njeriu e kupton atë gjën që ka ndryshuar. Mund të them një shembull konkret që infrastruktura, si arsimore, si rrugore, ka ndryshuar tërësisht në komunitetin tim. Domethënë është bërë një punë aq e madhe sa që të arrijë që edhe ato komunitetin verior që ka pasur bindje të tjera të shkojnë në rrugën e dur, le të themi, dhe të votoj me tru dhe jo me zemër. Ti sot, a vazhdon ta bësh jetën e një vajze 20 vjeçare, një vajze tipike 20 vjeçare kryeqytetase, apo ke hyrë më shumë në kostumin e politikës dhe nuk e bën më atë lloj jete si shoqet e tua sot? Mendoj që nuk është se kam qenë ndonjëherë si ato 20 vjeçaret tipike, jo për të ofenduar se nuk ka asgjë thjesht 20 vjeçare tipike. Jo, kur them tipike ta jetosh jetën me gjitha ngjyrat e saj. Unë vazhdoj ta jetoj jetën me gjitha ngjyrat e mia, i kam në 100% tim të gjitha ato ngjyra. Kam qenë gjithmonë dhe vogël në atë petkun e seriozitetit dhe le të themi të një deputetje të ardhshme dhe nuk mendoj që ndikon kjo gjë edhe më prishpun, le të themi. Shoqet e tuaj pyet për ndonjë këshill siç ke pyetur më parë për këshilla në jetën tënde personale? Ato më shkruajnë vetë gjithkohës dhe motivojnë pafund për këtë gjë. Bravo Casey, jepi Casey. E dim që mund ta bësh. Përgjigjet nuk jam lësin. Patjetër. Do të vazhdosh të t'ja u kthesh? Normalisht që po, çu pa punë pse ja ktheva. Nuk është se do të të përfshi kjo që nuk mendoj se do më rrëmbej ajo pjesa e famës edhe popularitetit. Nuk ka qenë edhe nuk mendoj se do jetë në tipin tim. Nuk cila do të jetë karta jote, kauza jote në parlament nëse fiton një mandat dhe bëhesh, le të themi, deputetja më e re e parlamentit? Një zë akoma më i fortë për studentët. Vetëm për studentët? Për studentët dhe kauzat normalisht të komunitetit tim. Për shembull, sigurisht që do kthehet dëshiron të sjellësh për studentët. Je shumë e re. Çfarë do të bëjë një ndryshim, diferencë, karta jote? Ti tregoj atyre në radhë të parë që zëri i tyre mund të bëjnë ndryshimin dhe mund të ndihet në Kuvendin e Shqipërisë. Pra nuk keni qenë aq përfaqësuar sa ç'duhet, le ta themi? Aq denjësisht sa ç'duhet. Aq denjësisht. Dhe nëse nuk e fiton të mandat, sepse gjitha opsionet janë të hapura, janë tavolin, gara shumë e fortë. Patjetër. Kush do jetë Casey pas këtyre zgjedhjeve të 11 majit? Casey po e njëjta siç ka qenë, me ambicie akoma më të mëdha, dhe të vazhdoj jetën në politikë. Në politikë? Patjetër. Në Partinë Socialiste? Në Partinë Socialiste. Si e mendon këtë rrugtim pas kësaj gare? Një mundësi shumë e bukur që më është dhënë dhe një rrugtim akoma më i bukur mendoj se më pret pas këtyre zgjedhjeve.
Pra do t'jesh në strukturat e Partisë Socialiste dhe e pa lëkundur për të rikandiduar ndoshta përsëri ose për të qenë në vende ministrore apo zëvendës ministrare? Se jo.